Të dashur miq, mirëmëngjesi, mirë se erdhët edhe për këtë të diel kur data shënon 2 tetor 2016, do të jemi së bashku në një transmetim të drejtë për drejtë në valët e radio televizionit Ora News në 96.7 MHz, mund na ndiqni në radio, por edhe drejt për drejt në ekranin Ora News. Ju përshëndes unë Etelina, me mua në studio do të jetë edhe Soni, por gjithashtu përshëndes edhe një përshëndetje merrni edhe nga djemtë dhe vajzat e regjisë qendrore të Ora News, të cilët bën të mundur transmetimin e drejtë për drejtë të këtij programi. Ashtu si kundër është bërë traditë, pjesa e parë referohet informimit, parashikimit të motit dhe më pas leximit të gazetave. Kështu që ne ndalemi tek temperaturat minimale dhe maksimale në qytetet kryesore në vend, por ndërkohë në Europë dhe në botë, dhe kthehemi në studio për të përcjell titujt kryesor të shtypit të shkruar për këtë të diel. Mirë, kemi ndjekur kështu temperaturat minimale dhe maksimale, mund të themi që kemi hyrë tashmë zyrtarisht në stinën e vjeshtës. Kjo duket edhe nga rënja graduale e temperaturave, më pas do të vinë edhe reshjet e shiut për të futur më pas në stinën e dimrit, sepse jemi tashmë në datën 2 tetor. Do të ndalemi tek titujt kryesor të gazetës Koha Jon, proteste vakët, Ramanti, miting referuar protestës së ditës së dieshme kundër importit të mbetjeve në vendin tonë. Shkrimin e plot mund ta lexoni në faqen 3 të kësaj gazete. Qytetarët bim para kryeministrisë Edi Rama, protestoni sa të doni, ligji nuk kthehet. Kreu i kuvendit Ilir Meta, përfshirja e vendit tonë në projektin TAP është një arritje historike, duke krahasuar si një prej arritjeve më të rëndësishme pas shpalljes së pavarësisë këtu e 100 vjet përpara. Intervista Arjan Madhi të ndalohet me ligj trafikimi i deputetëve në kuvend në faqen 9. Investimet Erion Velia i Tirana është kthyer në kantier pune, referuar kjo edhe nisjes së punimeve në disa prej akseve më kryesore apo segmenteve më kryesore të rrugës Myslimshyri. Replika Trama në janar rrisim pagat dhe pensionet, Basha, qeveria hapi thesin e rrenave, shkrimi faqes 2. Aksioni kapen 255 kg kanabis të Gjiri Larzit, destinacion është Italia. Kombëtarja Trajneri Debiasi publikon listën shpresat tek të rinjt në faqen 21. Dita e të moshuarve, ministri Klosi, rritje pensionesh dhe kujdes për moshën e tretë në faqen 11. Mbetjet kur gjuha arrin të tregojnë mbi problemet e mundshme me shëndetin dhe këto janë shenjat. Mrekullia e përzierjes hudhër me mjalt esëll në mëngjes, shkrimi faqes 22. I referohemi disa opinioneve dhe komenteve të brendësisë së faqes së gazetës Koha Jon. Opinion: ka profesionist në televizion, por nuk ka punë nga Lutfi Dervishi në faqen 6. Forum: ambasadori Lu hedh në erë investimin 100 vjeçar amerikan në Shqipëri nga Andi Bejtja. Nga Ben Andoni lexoni: lëreni rehat ambasadën e SBA-s, ku ishit kur flitej për ligjin, në faqen 7. Koment: unë i dua ish komunistët e ndershëm nga Kristo Mërtiri dhe analizë nga Gzim Tushi, por elitat e dukshme dhe ato të fshehura pas politikës. Kemi përfunduar me titujt kryesor të gazetës Koha Jon, i referohemi tashmë një tjetër të përditshmeje, kjo është gazeta Shekulli. Ndryshon kodi viktima në PS. E Majtanis përgatitet për fushatën zgjedhore me premtime të shumta. Premtohet rritja më e madhe e pagave dhe pensioneve me fondin $100 milion. Funksionarët do të zgjedhin mes partisë dhe qeverisë, ndalohen lidhjet nepotike dhe nxjerrja e sekreteve. Asambleja e Partisë Socialiste që i zhvilloi dje punimet miratoi 10 vendime ndër të cilat kodin etik. Rama mbajti një fjalim të gjatë ku ndal në çështjet e punës, luftës kundër drogës, shëndetësisë, arsimit, si dhe premtoi rritje pagash dhe pensionesh për vitin 2017. Kujtojmë që viti 2017 është edhe një vit elektoral. Ekskluzive raporti sekret si po e ndihmon policia trafikun e kanabisit. 2 baxhanakët krye polic, emërimet e shefave, pse nuk digjet kanabisi i korur, makinat me targa CD në Lazarat dhe 36.300 hektarët e mbjell të plot. Këtë shkrim me detaje lexoni në faqen 12 dhe 13 të Shekullit. Fatos Lubonja interesa mafioze për të futur bashk me plehrat edhe lëndë toksike në faqen 6. Deklarimet: artistët kundër plehrave, duam një Shqipëri të pastër. Robert Ndrenika, Kiço Blushi, Ardian Isufi, Gentian Shkurti e të tjerë rrëfejnë arsyet pse nuk e mbështesin nismën e qeverisë, gjë e cila u pa edhe në protestën e një dite më parë përpara kryeministrisë. Protesta
Kozara Kati do të kthej dekoratën Arvizus. Aktivisti Akip reagon pas deklaratës ambasadës amerikane për protestën. Mira qytetar përpara kryeministrisë, Rama vijon me mbrojtjen e plehrave në faqen 4 dhe 5. Luan Ploku, prodhimet po më shkojnë dëm, nuk gjej specialist bujqësie në faqen 16 dhe 17 të shekullit. Vijoj më poshtë projekti Ilir Meta tapi arritje historike për Shqipërinë, shkrimi faqes 2. Seanca trafigoi organet, apeli nuk zhbllokon $41.000 e mjekut rus në faqen 14. Dhe nga Ilir Paja lexoni kronika e zez apo roze mbetjeve në faqen 9. Kemi mbaruar me gazetën Shekulli, e radhës është gazeta tema Rruga e Kombit të shkruaj artikulli kësaj të përditshmeje, bilanci një rruge përtej korrupsionit të llahtarshëm të ndërtimit, shkrimi faqes 6 dhe 7. Andi Betja dhe Soni Lameço shpërthejnë kundërt Donald Lu. Merr urdhra nga Rama, nuk përfaqëson Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkrimi faqes 6. Deputetja socialiste replikon me blushin. U bëre Barcalet në Elbasan, shkoi leje Duart sa herë takoi ndonjë nga të varfrit. Pas letrës që bën blushi 2 ditë më parë, ku thoshte se largoi përfundimisht nga Partia Socialiste dhe konsiderimi i Partisë së tij si Kazan, ka reaguar 1 ditë më pas deputetja socialiste Blerina Gjylameti, e cila është treguar e ashpër ndaj blushit teksa i kujton takimet elektorale që ai zhvillonte me elektoratin e tij, shkrimi faqes 3. Tironsi i vjetër, Bedri Ali Mehmet, ju tregoj qytetin tim dhe pse urrej Ramadan Kafshën, shkrimi faqes 10 dhe 11. Rama në Asamblenë e Partisë Socialiste do rrisim rrogat dhe pensionet, një prej kryelajmeve që kryeministri dha një ditë më parë, duke filluar që nga janari 2017-s, vit elektoral, shkrimi faqes 4 dhe 5. Antena brenda familjes, Luli analizon dështimin e pjesëmarrjes së Partisë Demokratike në protest. Zëdhënës i Slobës dhe zërat për Shqipërinë e Madhe në faqen 12 dhe 13. Editorial nga Merobaze, e do tani, e do të madhe, e do kundër Ramës, protesta e djeshme, e bëri ditën më të mirë dhe Tiranën më europiane. Shumë fraksione të shoqërisë civile ju bashkuan njëri tjetrit duke besuar më shumë tek kauza se tek vetja dhe ja dolën të bëjnë të shtunën e djeshme një ditë proteste. Vioni ta lexoni këtë shkrim në faqen 8. Bledi Lumani nuk ka Ram që mund të shuaj frymën e protestës në faqen 8, por referuar importit të mbetjeve. Benandoni, lëreni rehat ambasadën e SBA-s, ku ishit kur flitej për ligjin. Dhe nga Anëri Bala në faqen 9, lexoni drejtësia i Mjeri Shukri dhe gjyqtari Shuqyri Qefliu. Janë këto disa prej shkrimeve kryesore të temës, me të cilën ne kemi përfunduar për të zhvendosur tek Gazeta Dita. Ekskluzive, Myfit Mushi, ku gabon Gjerasi. Përkthyesi tjetër i Enver Hoxhës në Mosk replikon me Frederik Gjerashin. E di se si më duket pas 60 vitesh, si palloi që ngre bishtin dhe ma gjepset pas pendeve të tij, shkrimi faqes 4 dhe 5. Kthej mbrapsht dekoratën që më dha ambasada amerikane, Kozara Kati, dua takim me ambasadorin Lu. Ja ç'ndodhi dje në protestën anti-plehra. Nga Arbenduka nga faqja 6 në faqen 9 dhe të tjera shkrime do të mund të gjeni. Kërkon falje, PD nuk ka bërë gabime, por krime. Suplementi së dielës Elmas Puto kujtime për kolonjen dhe kolonjarët. Hamid Dollani u vra një orë përpara Muja Ulçinakut, një shkrim nga Bashkim Koçi. Ekskluzive arkivat, një letër që botohet për herë të parë, a flirtoi Gjergj Fishta me fashistët nga Nasho Jorgaçi. Legalizime e lista me 700 emra në Lezhë, njoftimi a Luiznit të faqen 20 dhe 21 dhe nga Jona Xholi Dyrmishi, a duhet bërë vaksina kundër gripit? Së fundi një lajm i vonë ndodhur në Elbasan, qellohet në prit vrasjen e Elbasan, viktima 37 vjeçari Erion Mihallari, shkrim i brendësisë së gazetës Dita. Zhvendosemi tek Rilindja Demokratike dhe krye artikulli i saj referuar protestës së një dite më parë, zgjim qytetar. Mira e qytetari bashkohen protestës së shoqërisë civile kundër importit të plehrave, jehona në të gjitha mediat ndërkombëtare, në protest artistë dhe figura të respektuara të shoqërisë.
Qytetarët nuk do të ndalen referendumi vendos për plehrat. Basha ka paralajmëruar se protestat nuk do të ndalen dhe se Ramos po i vjen ora të përballet me revoltën popullore, deklarata këto që krye opozitari Lulzim Basha i ka bërë gjatë takimeve që ka patur në qytetin e Lezhës. Si përfundoi Italia nga kumbarët e plehrave, shkrimi faqes 8 dhe 9. Zyrtar të policisë nga Tirana në 5 tonelatat e drogës, shkrim në faqen 4. Vritet me thik 37 vjeçari në Elbasan. Armiku i protestës Bledi Kasmi, një shkrim prej tij e lexoni të plot në brendësi të Rilindjes Demokratike, organi shtypit Partisë Demokratike, dhe ne jemi zhvendosur tek Gazeta Nacional. Një e përjavshme kulturore, gjithçka nga lavdia dhe rënja e shqiptarëve të Egjiptit, historia e shqiptarëve të Egjiptit gjatë shekujve 15-20, shkrimi faqes 18 nga Sajmir Lolja. Poezia liberale e viteve 70, studiuesi Muj Buçpapaj referon në seminarin e 10 ndërkombëtar të albanologjisë i mbajtur në Tetov, shkrimi faqes 12. Mbërri në Devol, kuajt e erës, shtëpia botuese nacional promovon në Bilisht vëllimin poetik të Skënder Kodrës, shkrim nga Skënder Demolli në faqen 23. Editorial, libri si forma me vjetër e mediatizmit, fillimi shekullit të ri për mbi të gjitha avancimi i teknologjisë ka ndryshuar pothuajse gjithçka. Një nga këto ndryshime është edhe libri, ku libri elektronik po kërkon të zvendësojë librin tradicional. Të gjithë ne sot kemi mundësinë dhe aksesin në internet dhe si rrjedhoj dhe mundësinë për të lexuar libra në mënyrë elektronike, duke u shndruar kështu në një element shumë të pranishëm. Në faqen 3, pra zvendësimin e librit tradicional, librit të printuar në letër me atë elektronik. I braktisur i libër i domosdoshmi libër, brenda së njëjtës temë nga Ndue Leshaj, pas ka ardhur me këmbë të mbar, më uroi librashit si njerësh edhe autor librash, teksa po jepja vlerën në lek të librave që mora. Bleri e tillë ka kohë që nuk është bërë në librari. Një rrëfim interesant, Ndue Leshaj të lexoni në faqen 2 të Gazetës Nacional. Hirushe Xhemali, unë gjallë, ti gjallë, balada më re. Një shkrim që mund ta lexoni në brendësi dhe Ilir Sula, mjeshtri klarinetës për Shqipërinë e Mesme. Në brendësi, poezia e kullit i ngjan një errësire të ndritshme. Kritik nga profesor doktore Klara Kodra. Përballë triptikut të Ridvan Dibrës nga doktore Ermira Ymeraj. Karakteristikat romantike të poezisë deradiane nga Olta Totoni. Dashuria e përfolur e mimozës së Jorgaqit nga Raimonda Mojsiu. Proz nga Biser Mehmeti, Vjolca Pasku, Edion Petriti, Sotir Athanasi dhe Mjallaq Qilleri. Poezi lexoni nga Petra Qeristo, Tomas Transtromer, Myrteza Kasi, Liliana Shkodrani, Bardyl Maliqi dhe Manuel Forcano. Rreth librit të Gëzim Ziles Njerëz pa fat nga Enver Lepenica, romani Arif Molliqit, Gruaja e vizatuar nudo, në përqasje me romanin e Franz Kafkës, Procesi nga Adde Ibrahimi. Dhe në faqen 19 lexoni Nuhi Elezi, këngëtari profesionisti i muzikës shqiptare, shkrimet të gjitha këto që ju mund t'i gjeni dhe t'i lexoni të plota në brendësitë nacional e përjavshme kulturore. Jemi zhvendosur tek gazetat sportive për ditën e sotme. Peq zjarr Partizani Tym, fitoria shmang Kosën tek Kuksik. Të kuqt janë të zhytur në probleme, ndërsa trajneri Sormani shfaqet të jetë nervoz. Fili, Torasa dhe Mazrekaj janë gati të shpërthejnë. Fluturon Skënderbeu Cungun se mbajnë më nervat, shkrimi faqes 4 dhe 5. Kombëtarja Debjazi, unë i paprekshëm
dihen rreziqet e zanatit. Trajneri Kuqezi seze me gojë Spanjën dhe fokusohet tek Liechtensteini. Kjo është ndeshja më e vështirë për ne, madje një ditë më parë trajneri kombëtares shqiptare ka prezantuar edhe 26 emrat që do të përfaqësojnë ose janë në listën e përfaqësimit kombëtares, mes tyre edhe emra surprizë. Po Shqipërisë jo Kosovës, talenti nga Gjakova, Eros Grezda për Sport Express rrëfen emocionet për ftesën e parë në ekipin kombëtar. I thash jo Bunjakut, Liridon Latifi nuk ka marrë asnjë ftesë nga Kosova. FIFA ndërkohë tallet me këtë të fundin, të gjitha këto i lexoni në faqen 14 dhe 15. Tirana, Muça, goli fobi, por do të çlirohemi ndaj flamurtarit në faqen 7. Flamurtari Magani në Tiranë do më duar trokasim, ndalim nga kriza me një fitore në faqen 8. Sfida me Laçin, Abrahami jep fitoren luftëtarit, në Ballsh shkrimi faqes 6. Adel Partizani kampion me këtë trajner nga Sokol Gjiani në një sfidë direkte mes dy pretendentëve për titullin, diferenca bëhet nga ata që golin e kanë i gjak. Mjaftoi një goditje me kokë Petro Pejić për t'i dhënë 3 pikët Kuksit në supersfidën e kësaj jave ndaj Partizanit, shkrimi faqes 2. Kategoria e parë, karton të kuq lum, gola vetëm 4, Burreli e Kamza pa frena, shkrimi faqes 9 dhe 12. Mavraj ndalon Bayernin, Costa shpëton Conte në faqen 28 dhe supersfida Roma-Inter luhet edhe për zonën Champions. Angli Conte rikthen Chelsea në shina, Liverpooli fiton me përmbysje, shkrimi faqes 20 dhe 21. Dhe së fundin e shkojmë tek Gazeta Gol për këtë të diel dhe titujt kryesor të saj. Skënderbeu nuk ndalet, fiton edhe me Vllazni në referuar ndeshjes. Korçarët morën suksesin e 5 radhazi në kampionat duke mundur 3-0 në shtëpi Shkodranët, që pas 4 ndeshjesh u detyruan më në fund të nxjerrin topin nga rjeta, shkrimi i faqes 2. Kuksi thyen tabun mposht 1-0 Partizanin, shkrimi i faqes 2 të Gazetës Gol. Në Ballsh, Ramadani i jep fitoren luftëtarit. Gjoka, 3 pikët, oksigjen për ne, Sormani, rezultati gënjeshtërt. Kategoria e parë, Dinamo dhe Elbasani ndajnë nga një pik. Ekipi drejtuar nga Iglial Muçe krijoi volum të madh loje por pa arritur të konkretizonte në portën kundërshtare, një ndeshje për t'u harruar pasi blut e kryeqytetit janë një prej skuadrave pretendente për t'u ngjitur në superiore. Dhe së fundi një tjetër shkrim i faqes 2 në Gazetën Gol, Cungu, loje pa kuptueshme Agostinelli, sezoni ende i gjatë, trajneri Shkodranëve u shfaqi pa kënaqur me lojën e zhvilluar nga ekipi i tij. Të gjitha këto mund t'i lexoni në brendësitë e Gazetës Gol, ku ne kemi përfunduar pasqyrën e shtypit të shkruar për ditën e sotme, ndërkohë dal nga dal ne kemi mbritur në fund të pjesës së parë, do të jetë një hapësirë muzikore, më pas do të ketë reklama. Më lejoni t'ju bëjmë dije për t'ju mbajtur, le të themi, sa më afër për të na ndjekur në pjesën e parë me të ftuarit nga ora 8:30 deri në orën 9 do të ndjekim, nëse mund të themi, historinë e një djali të ri i cili ka vendosur të kandidojë për të marrë drejtimin e Forumit Rinor Eurosocialist, sfidat, ambicet e tij dhe arsyeja pse ka vendosur që ky i ri të marrë një drejtim politik dhe pse jo të ketë akoma dhe më shumë ego për të marrë drejtimin e një forumi të rëndësishëm, të një force të madhe sikundër është Forumi Rinor Eurosocialist. Më pas, nga ora 9 në orën 9:30 do të kemi mundësi të flasim për librat, sepse me nisjen e muajit shtator në vazhdimësisht, të gjitha shtëpitë botuese përgjithsisht, somos ato prestigjioze në vendin ton, kanë menduar të sjellin botime të reja, aq më tepër që po afron edhe panajri i 19 i librit i cili mbahet në javët e para të muajit nëntor, kështu që arsyet janë të shumta që të vinë përkthime cilësore nga autorë shumë të rëndësishëm ndërkombëtar, por jo vetëm, edhe autorë shqiptar të cilët vendosin të sjellin për të gjithë lexuesit një botim të ri. Në fakt ka lindur edhe së fundi debati apo ai dualizmi, nëse mund të themi kështu, ndërmjet librit të printuar apo librit të shkruar, megjithatë tradicionale dhe njerëzit të cilët realisht e duan fort librin mbeten tek hard copy, tek letra, tek libri printuar, i cili shijon edhe më shumë gjatë leximit.
Ndërsa në pjesën e tretë nga ora 9:30 deri në orën 10 do të flasim për masat e reja dhe të shtrënguara të kodit rrugor, vendosja me detyrim pa diskutime e rripit sigurimit, jo vetëm për drejtuesin e automjetit, por edhe për pasagjerin i cili ndodhet, për pasagjerët të cilët ndodhen në automjet, vendosja e sediljes për të vegjëlit për fëmijët në pjesën e sediljeve të pasme të makinës dhe rritja disa fishimi i gjobave për gjithë ata cilët nuk vendosin rrip sigurimi, të cilët flasin në telefon gjatë drejtimit të automjetit, por edhe diskutime të tjera të cilat do t'i zhvillojmë në pjesën e tretë me të ftuarin ton të tretë, sa i takon një eksperti për çështjet e sigurisë rrugore. Do ndalemi tek muzika, ka reklama dhe kthehemi vetëm pas pak minuta ashtu në ditë e re weekend. Për mikrofon s'ka nevojë. Mirë, jemi rikthyer përsëri në studio, jo nuk kemi nevojë sepse kemi mikrofonat që na thitin zërin. Do të flasim sikur ju thash për të rinjtë të cilët kanë dëshirë, shprehin ambicie për të aktivizuar në politikë dhe kur këto ambicie shkojnë akoma edhe më tej për të marrë pse jo drejtimin e një forumi të madh, siç është forumi rinor Eurosocialist ose i Partisë Socialiste, një nga partitë më të mëdha në vend. Kam në studio Shpati Kolgega, kandidat për kreun e Freshit. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë. Shpati, po pse me politik? Ta filloj nga ke fundit kur Shpati ka studiuar për marrëdhënie publike, komunikim, okej, shkon sepse ka nevojë për artikulim dhe jo vetëm dhe gjëra të tilla, po pse duhet ta nis njëri karrierën e tij le të themi me politik? Politika është një pasion në radhë parë. Çdo njeri që aspiron që ka, unë faktikisht themi të drejtën, unë kam hyrë rastësisht në politikë. Kam qenë gjimnaz kur ishte një periudhë që ristrukturohej Freshi qytetin tim të Rogozhinës, edhe aty rastësisht, siç ndodhin zakonisht ato komunikimet mes shokësh, i duhej dikush në Rogozhinë që të ngrinte Freshin, që të organizonte Freshin nga fillimi, dhe kontaktuan nga Aselia Qendrore, në atë kohë ishte viti 2007, thanë që ke dëshirë të merresh me Freshin, unë nuk e dija praktikisht se si funksionon dhe Freshi, çfarë ishte Freshi, pastaj duke u marrë nga dita në ditë, duke marrë në organizime, filloi që të bëj një pasion, kështu që ka ngel një pasion dhe është pasioni më i madh politika. Politika. Kështu që unë sugjeroj gjithë të rinjve që e kanë pasion dhe që aspirojnë politikë. Pyetja tjetër, me pse? Po pse Partia Socialiste dhe pse jo LRI apo Forumi Rinor të Partisë Demokratike? Apo janë bindjet pastaj që të orientojnë? Shumë drejt. Janë bindjet, po siç në Shqipëri është dhe tradita familjare, absolutisht. Prindët e mi kanë qenë socialist, që në vitet e para të krijimit të Partisë Socialiste. Nuk mund të ketë një devijim fëmijët të mos jenë me të njëjtat bindje si familja? Në këto kohra mund të ketë devijim, po gjithsesi në ambientet, në rrethet ku ne jemi rritur, ndodh rëndom që ndikohesh. Pastaj dashuria për Freshin ka ardhur kur isha në moshë madhore, ishte një parti që ishte e hapur ndaj të rive, plus që Freshi është një forum i madh, forumi më i vjetër në Shqipëri, forumi më me shumë breza politikanë që kanë nxjerrë në politikë, kështu që Freshi është zgjedhja më e mirë për çdo të ri që aspiron të jetë politik, sepse të jep mundësinë të jesh politikan, nuk të jep mundësinë të jesh thjesht një numër apo të jep mundësinë që të thjesht dorë trokash një sallë. Të jep mundësinë që ti hysh në një lojë politike, të hysh në një karrierë politike dhe Freshi është një terren shumë i madh në gjithë Shqipërinë, nuk po them vetëm që të jesh një politikan i madh, po mund të jesh një politikan aty ku ti jeton, qoftë një qytet vogël, qoftë një bashki të largët, Freshi ta jep të mundësinë nëpërmjet promovimit, nëpërmjet aktiviteteve, plus që logo Fresh është shumë e rëndë, shumë e madhe, kështu që është edhe përgjegjësia. Domosdoshmërisht ta jep staturën e një politikane të ardhshëm absolutisht. Mendon Shpati se antarësimi në Fresh, më pas marrja e drejtimit të Freshit, është rruga më e mirë që të çon drejt një politikani të ardhshëm, apo jo domosdoshmërisht duhet të jesh pjesë e strukturave të vogla, nëse mund të themi kështu, jo atyre qendrore të partisë, për të katapultuar më pas në funksione të rëndësishme publike, apo për të qenë pse jo politikan dhe një të ardhmë deputet, një person i cili harton ligje, miraton ligje, si kundër janë deputet të kuvendit. I kuptoj, unë jam i idenë që nuk është karrige apo posti që ta jep ti pozicionin. Pra unë nuk synoj karrigen e Freshit apo postin e Freshit që unë bëhem politikan. Ne kemi pas në Fresh me vite shumë njerëz cilët nuk kanë pas kurrë asnjë post në Fresh, kanë qenë antar thjesht, ama kanë qenë njerëz që dinin të organizonin, kanë qenë njerëz që dinin të binin njerëz, kanë qenë njerëz që arrinin të krijonin masat mëdha të rinj që t'i bënin për vete dhe t'i drejtonin ata për një ide apo për një kauzë apo për një protestë, dhe këta njerëz ishin shumë të rëndësishëm
Freshi ndër vite kanë nxjerr shumë politikan. Është forumi i vetëm në Shqipëri që kanë nxjerr një brez shumë të madh politikanësh, kanë nxjerr 2 kryeministra, kanë nxjerr deputet, kanë nxjerr ministra. Kështu që nuk është vetëm posti apo karrike që unë synoj tek Freshi, kjo është një angazhim im i prej gati 9 vitesh në politik, në këtë forum, dhe unë nuk është që kam pasur poste të mëdha dhe kam synuar gjithmonë që të isha ai deputeti apo ai ministri apo ai kryeministri. Unë kam pas idetë e mia, kam pas parimet e mia për cilat janë politik, kështu që do vazhdoj karrierën time, më çdo një mundësi ardh në këtë moment që të kandidoj për Freshin. Është hapur një garë, Fresh Voice quhet. Kanë aplikuar të gjithë të rinë nga gjithë Shqipëria. Dhe kjo është një mundësi art që vetëm Freshi mund t'i japi të rinën politik. Sa kohë ka që organizohet Fresh Voice, si organizohet, sa kandidat kanë të drejtë të që aspirojnë për të qenë kryetar të ardhshëm të forumit rinor eurosocialist. Pra si funksionon në të rësi Fresh Voice, sepse kam dëgjuar, kam parë angazhime të rëndësishme në rrethe, në qaqe të ndryshme dhe besoj gara e madhe pastaj bëhet në Tiranë në kulminacionin e saj. Gara e madhe ta nisim nga fundi, do të jetë 22 tetor në gjithë Shqipërinë. Tani afër, pas 20 ditësh. Pas 20 ditësh do të jetë një votim, një antar, një vot në gjithë Shqipërinë, do të votohet në çdo bashki të Shqipërisë. Fresh Voice është një projekt shumë i madh i nisur nga Partia Socialiste. Është hapur një aplikacion në fillim online ku kanë aplikuar rreth 4000 të rinj nga gjithë Shqipëria. Ka qenë pra siç thash një garë e hapur. 4000 për kryetar. 4000 kanë aplikuar për të qenë pjesë e Freshit dhe pse jo për të qenë kandidat për kryetar Freshi. Nga këta 4000 është bërë një votim online nëpërmjet një aplikacioni Facebook dhe kanë dalë janë përzgjedhur 285 nga juria, sepse Fresh Voice ka pasur një juri ku përfshishin Arlinda Dudaj, Gaz Paja, Elisa Syropali dhe Pandeli Majka sigurisht. Janë përzgjedhur 285 të rinj, cilët i kanë pëlqyer ris, kanë kaluar ato fazat dhe ato kriteret cilat ata kërkonin. Pastaj këta 285 të ri janë futur në një votim online, i pa precedent si votim në gjithë historinë e forumit në Shqipëri dhe kanë dalë 20 më të votuarit nga votimi online. Të 20 votuarit nga votimi online kemi patur një përballje në debat në Pallatin e Kongreseve. Quhej gjysmëfinalja e Fresh Voice, nga ku do dilnin 8 kandidatë. Pra secili prej jush, prej të 20-ve, në mos gaboj, ka shpalosur platformën apo idet në një debat të hapur, sikundër bëhen në Shtetet e Bashkuara për shembull debate televizive, por që ju e keni pasur me të gjithë pjesëtarët e Freshit. Ne kemi pas me Jurin, me të gjithë pjesëtarët e Freshit, me antarë të ndryshëm. Ka pasur antarë këtë të dia, ka pasur antarë të Partisë Socialiste, kryeministri ka qenë për shembull prezent. Absolutisht ka qenë vetë kryeministri Rama, i cili e ka hapur në fillim projektin Fresh Voice dhe ishte i pranishëm edhe në gjysmëfinalen e Fresh Voice. Kemi marrë në mënyrë simbolike 20 atje i quajtën pjata, po ishin këto medaljet për ne që kishim arritur deri në atë fazë dhe më pas janë përzgjedhur 8 kandidatë zyrtarë, ndër të cilët edhe unë, për të garuar dhe për të votuar në datën 22 tetor në gjithë Shqipërinë me parimin një antar, një vot. Pra jeni 8 kandidat, nëse mund të përmendim edhe emrat e tjerë shpati për të ditur kandidatë e tjerë dhe më pas duat ndalen pak tek detajet e programeve të gjithë secilit, sepse besoj gjithë secili prej jush ka një platformë, ka disa ide për të thithur sa më shumë vota pastaj dhe për ta bindur atë kolegun tjetër të Freshit që mos zgjidh mua sepse unë do ta bëj këtë ndryshim në forumin rinor eurosocialist. Kandidatët e tjerë janë miqtë e kolegët e mi në forum, është Ana Abdi, është Elio Hysko, është Jonida Spau, është Ermal Petushi, është Elsamet Mugaj, është Marianela Rukia. Sa vajtëm? Nuk i numërova. Gjithsesi, jeni kandidatët. Fal, është dhe Erio Mile, i del shumë i mirë nga Fieri. Shumë mirë. Çfarë mendon që zgjedhja jote si kryetari i Freshit do të bënte diferencën në drejtimin e forumit rinor eurosocialist në këto vite që nuk është sjell deri më tani? Diferenca do të vinë nga eksperienca ime dhe nga mënyra se si unë kam ardhur në politik. Unë kam një ide shumë të qartë në kokë që ne do të japim një model të ri me shqiptar, cilët ata në mënyrë që ata të kenë shpresë. Do të japim një model të një njeriu thjesht, i cili vjen nga një qytet i vogël siç është Rogozhina, i cili ka ardhur në Tiranë me ëndra të mëdha për jetën e vet dhe siç vinë të gjithë në Tiranë dhe për politikën dhe siç do vinë tani në tetor gjithë universitete.
Dhe unë jam njëri i tillë që e përfaqësoj këtë model, që vi nga një zonë e thjeshtë, nga një familje e thjeshtë, nuk kemi pas ato njohjet apo e mëdhaja në Tiranë, apo ato kontaktet e fuqishme të cilët mund të të katapultonin në një vend të mirë pune apo në një post shumë të lartë. Çdo gjë është arritur me forcat e mia. Dhe në këtë model do t'japim gjithë trimit shqiptar, që ti mund të jesh njëri që mund të vish nga çdo zonë e Shqipërisë, qoftë nga një familje e varfër, dhe një ditë me punë, me përpjekje, duke qenë i aftë sigurisht, dhe duke qenë i pëlqyer nga njerëzit që të mbështesin, ti mund të arrish edhe të kandidosh të pse të bësh kryetari i Freshit. Kështu që ky model meritokracie, unë them që duhet dhënë, sepse deri tani kemi pas modele të gabuara, të njerëz që katapultohen, të njerëz që sillen nga jashtë dhe vendosen në pozicione kyçe, dhe këto modele kanë sjellë një demotivim shumë të madh tek trinj, qoftë për të marrë politik, qoftë për punuar, dhe i largojnë ata jashtë Shqipërisë. Po mirë, të bëj pak oponent tani, oponencën e një njeriu i cili thot shfati ti je në rregull, unë e kuptoj këtë që thua, por ma mbush mendjen mua konkretisht, sepse unë jam një vajzë e cila kam përfunduar studimet e larta me nota shumë të mira, kam aftësi në një drejtim të saktuar, sepse gjithë secili prej nesh e di ku jep më shumë dhe çfarë mendon të bëj më mirë në një profesion, dhe ku në të gjitha dyert që ka trokitur, çdo deri është mbyllur, dhe kur një mik apo një kolegu i saj, duke ditur kapacitetin dhe aftësinë, është futur në një vend pune apo ka marrë diçka të cilën ndoshta nuk e ka merituar, unë nuk e kam bërë të gjë. Si më ndihmon kryetari i Forumit Rinor Eurosocialist për ta konkretizuar një gjë, dhe a ka mundësi të më ndihmoj, apo duke dhënë thjesht modelin dhe duke bërë, le të themi, këtë pjesën e psikologjisë për ta ngritur lart moralin që ti vlen dhe mund ta bësh të gjë. Ajo që unë i them shumë shpesh të rinjve që vinë për të parë në forum, sepse normalisht është pyetje që çfarë do fitojnë, për çfarë do vijon te Freshi, që do futen në forum. Dhe që e parë që unë i them që ti në Fresh do bësh minimalisht 5 miq të rinj. 5 miq që do kenë që janë njerëz me ambicie, që janë njerëz që duan të shkojnë diku, dhe këta 5 miq ti do kesh për një pjesë të madhe të jetës tënde, siç ka ndodhur mua. Unë sot kam miq në gjithë Shqipërinë. Kjo për shkak të Freshit. Dhe unë sot në gjithë Shqipërinë, le të themi, kam shumë dyert të hapura për shkak të këtyre kontakteve, të këtyre njohjeve, të cilët kanë ardhur për shkak të punës që ne kemi për forum, punës vullnetare në forum. Dhe kjo është aja për çdo të ri, sepse mund të jesh shumë i mirë në shkollë, themi të vërtetën, mund të jesh shumë i aftë edhe në profesionin tënd, ama të duhen njohjet, të duhen kontakte, të duhet të rrjeti. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe, po themi, të studimeve, të shkollimit, unë jam mendimin që një njeri nuk duhet bëj vetëm atë gjë. Duhet të angazhohet qoftë politikisht, qoftë shoqëri civile, sepse duhet zgjeroj rrjetin e vet njohjeve. Dhe rrjeti i njohjeve për mua është shumë i rëndësishëm. Është diçka që duhet ta kesh, mund të kesh shkollimin, por nëse nuk ke këtë rrjet njohjesh, atëherë nuk gjen derën e duhur. Do të jetë shumë e vështirë për trokitur. Pra, Freshi është një derë shumë e madhe për gjithë të rinj dhe që hap shumë dyer në pas në jetë. Unë tani që e mendoj, them që fushata ime për Freshin mund të fillu para 8-9 vitesh, sepse që atëherë kanë filluar njohjet, kanë filluar kontaktet me njerëzit, dhe gjithë njerëzit që mua sot mbështesin në këtë garë, që është një garë shumë e madhe, janë miq që unë kam krijuar prej vitesh, prej shumë kohësh, prej shumë protestash, le të themi, në atë kohë opozite, kemi qenë miq të përbashkët, të cilët organizonin të ri, vinin protesta, bënim takime të mëdha dhe fushata ime kur e mendoj ka filluar shumë kohë përpara për shkak të saj, dhe kjo mundësi e madhe që un kam sot ka qenë ajo rastësia që ndodhi atëherë që un hyra në Fresh në moshën 17 vjeç dhe sot kam fatin të kandidoj. Megjithatë, për të vazhduar prapë në rrjedhën e kundërshtimeve, ndonjë teleshikues që na sheh në këtë moment mund të thotë, po mirë, ky djalë ka shumë mirë këtë që thot, ka të drejtë, po si më mbush mendjen muaj që tashmë ka ardhur koha që të kthejmë besimin tek politika, në kuptimin pozitiv të fjalës, dhe përse unë djalin apo vajzën time duhet ta lejoj, apo ta lejoj, nuk flas për lej do shkosh apo nuk do shkosh, po ta mbështes që të jetë pjesë e një forumi partiak, sikundër është partia Forumi Rinor i Partisë Socialiste, ku e shumta djali apo vajza ime, kur të vi fushata do duar trokas, do jetë atje thjesht sa për një numër. Si ma fakton të kundërtën? Kryetari i ardhshëm i Forumit Rinor. Unë të faktoj të kundërtën duke të thënë që nga Freshi kanë dalë, ai që thash më parë, kanë dalë shumë politikanë të mëdhenj në Shqipëri, ka dalë Pandeli Majko, po marr rastin më simbolik. Dhe Pandeli Majko ka qenë njëri që ka themeluar Freshin. Sot
është në hierarkinë më të lartë Partisë Socialiste, ama të gjithë e ka arritur në punë. Dhe gjithë të rinjve dhe këtyre të rinjve duhet të dhënë modeli që Kto i ka treguar modelin personal. Ky është një nga modelet më të mira në politikë dhe flas për të rinj që aspirojnë politikën. Nuk flas për të rinj që duan të vinë thjesht për gjetur një vend pune. Kjo nuk është sepse të rinj të tillë demotivohen shumë shpejt, sepse prania dhe qenia pjesë e një forumi është një angazhim shumë i gjatë. Nuk është një angazhim as 1 mujor, as 2 mujor. Gjithë rinj do ta shohin si një angazhim shumë gjatë dhe pikëmbërritjen do ta shohin shumë larg. Nuk do ta shohin në periudhë afat shkurtër. Kështu që Freshi për mua një shkollë politike, nuk është forumi ku të rinjt dorëtrokasin sa herë partinë kur ka zgjedhje apo kur ka mitingje. Të rinjt e Freshit unë në mënyrë simbolike i quaj ujqër, kuptimi që gjithta aspirojnë të jenë politikan, aspirojnë të jenë drejtues, aspirojnë të jenë lider. Nuk aspirojnë të jenë thjesht le ta themi dele në thonjza që vetëm dorëtrokasin dhe vetëm bëjnë punë të ndonta. Absolutisht unë që nga hyrja në Fresh kam bërë punë nga më të ndryshmet. Kam gjetë postera, kam bajt karrige, kam organizuar njerëz, kemi ngarë dhe makina për transportu njerëz, takonim uleshim kafe që t'i afronin Fresh të rinj të ndryshëm. Dhe njëri që aspiron politikën për mendimin tim duhet i kaloj këto hallka. Ama këto punë duhen bërë dhe njëri duhet ka lidhur që ti bëj këto punë kur është pjesë e politikës. Në momentin që ai pastaj ka një mundësi të kandidojë apo të ngrihet, ai e di shumë mirë se çdo të thotë me punë dhe me përpjekje të arrish dhe të jesh një politikan i startës. Kështu që unë nëpërmjet modelit tim dua t'jap shpresë të gjithë të rinjve që aspirojnë politikën dhe që të jenë pjesë e politikës në të ardhmen. Shpati, sa dëgjohet zëri i të rinjve të Freshit në Partinë Socialiste, jo vetëm nga kryetari i Partisë Socialiste, aktualisht kryeministri i vendit zoti Rama, por edhe nga eksponentë tjerë të rëndësishëm të cilët ndoshta rastësisht, unë presupozohet që unë jam një eksponent i Partisë Socialiste, kam një post të rëndësishëm dhe fjala ime ecën aty ku duhet, unë dëgjoj një ide shumë të këndshme nga forumi dhe e marrë përcjell tek kryeministri, pse jo për tu realizuar. Ka të tilla indicie, dëgjohet zëri juaj siç duhet në Partinë Socialiste apo dëgjohet dhe ndoshta ne që e shohim nga jashtë nuk arrim të kuptojmë që kjo që sapo ndodhi ka marrë spunto nga një iniciativë e Forumit Rinor të Partisë Socialiste. Të të them që dëgjohet dhe të them me fjalë të bukura që ne na dëgjohet zëri, ne jemi pjesë e forumit. Ndoshta unë do të besoj. Kjo nuk do ishte e vërtet për fazën ku qëndron forumi. Historia Freshit është një histori, le të themi, shpeshherë antagoniste me Partinë Socialiste. Pra gjithmonë Freshi ka kërkuar të jetë pjesë me forcë e vendimarrjeve, e politikbërjes së Partisë Socialiste dhe mendoj që edhe në këtë fazë do të jetë e tillë. Pra ne absolutisht si të rinj, edhe pse jemi pjesë e një force politike shumë të madhe, që është forca më e madhe në Shqipëri, ne nuk na dhurohet asgjë. Dhe absolutisht nuk do të presim që të na dhurohet diçka dhe të na marrin, na ulin në tryezën e kryesisë apo të vendimeve të qeverisë, edhe të na thonë që çfarë mendimi ke tani, ma thuj që ta fusim program. Kjo nuk ndodh. Praktikisht. Kështu që ne duhet ta fitojmë këtë. E kuptova. Ne duhet punojmë për këtë, do të jemi shumë. Të jeni bindës mbi Do të jemi bindës, do të jemi të qartë në atë që kërkojmë, do të jemi shumë në atë që kërkojmë, të jemi sa më shumë në gjithë Shqipërinë dhe absolutisht që zëri do dëgjohet. Dhe një nga arsyet që unë kandidoj dhe që është dhe pjesë e platformës time, është që Freshi do të jetë pjesë e politikbërjes dhe vendimarrjes së Partisë Socialiste. Gjatë tyre 3 vite pushtet, unë e kam thënë dhe në fjalën time në Fresh Voice, Freshi nuk ka qenë pjesë e vendimarrjes e politikbërjes së Partisë Socialiste. Ne kemi qenë njerëzit që kemi punuar shumë gjithë Shqipërinë. Unë i njoh strukturat në gjithë Shqipërinë, se si kanë punuar, se sa kanë punuar, se çfarë kanë bërë gjithë ata të ri ku do ndodhen qoftë nga Veriu deri në jug, Shqipërinë e mesme, ama kur ka ardhur puna për të marrë një vendim apo për të qenë pjesë e një politikbërje apo një procesi, le të marrim reformën arsim apo disa reforma tjera që kanë të bëjnë me të rinj, marrim reformën në punësim apo me zyrat e punës. Freshi nuk ka qenë pjesë e vendimarrjes dhe nuk ka qenë pjesë e tavolinës ku janë propozuar idetë, sepse më mirë se ne problematikët e të rive nuk besoj që i din politikanët tanë. Kështu që një arsye që kandidoj është që Freshi të jetë pjesë e gjithë këtij procesi vendimarrjes, sepse kjo është arsyeja që ne jemi politikë dhe merrem politikë. Në fund fare ne përfaqësojmë shumë të rinj gjithë Shqipërinë, dhe ata të rinj ne nuk i përfaqësojmë vetëm duke qenë pjesë apo duke dalë në televizor apo duke fol bukur, duhet i përfaqësojmë
me interesat që ata kanë, me vendimet që duhet marrim. Ka pasur ndonjëherë shpat ndonjë iniciativë të Forumit Rinor Eurosocialist që është dëgjuar më pas edhe nga eksponentë të rëndësishëm të Partisë Socialiste, apo kanë qenë gjëra sporadike të cilat janë thënë, janë realizuar aty për aty dhe pastaj është vazhduar me programin qeverisës ose kur ka qenë opozit? Ajo që mua më vjen keq këto 3 vjet është pikërisht kjo, që ne nuk kemi marrë një iniciativë, nuk kemi propozuar diçka, nuk kemi propozuar një politikë të mirë për të rinjt, ose nuk kemi qenë pjesë e vendimarrjes. Dhe për mua gjithë kjo histori është shumë e thjeshtë. Ne ndihmojmë Partinë Socialiste, ne sjellim vota Partisë Socialiste, ama në fund fare ne duam të kemi pjesën tonë. Dhe këtë ne do ta kërkojmë. Ne këtë do ta kërkojmë. Unë kam qenë pjesë e Freshit në periudhë pushteti vetëm të 3 vjet, sepse gjithë pjesa tjetër e angazhimit tim politik ka qenë në opozit. Dhe në opozit normalisht ka qenë një punë që ne do të vinim pushtet dhe ne duhet të bënim sa më shumë të rim për vete, të binin sa më shumë njerëz që Partia Socialiste është zgjedhja e duhur. Dhe madje kur kemi ardhur në pushtet, mbasi mbaruan rreth po themi 5-6 vite angazhimi politik në opozit, shumë nga ne kemi qenë po tani çfarë do bëjmë. Sepse nuk ishim rrahur me pjesën e pushtetit, me pjesën si do të cilin pushtet. Gjatë këtyre viteve unë personalisht kam kuptuar shumë mirë rolin që duhet të ketë Freshi, gjithë procesin e politikbërjes dhe vendimarrjes, kështu që absolutisht një nga pikat e mia më të forta do të jetë që Freshi të jetë pjesë e tavolinave ku merren vendimet e mëdha të partisë apo të qeverisë. Do të bëj një pyetje ku mendoj se e di përgjigjen, megjithatë po e bëj një herë këtë pyetje, por ata skeptik të cilët gjithashtu mund të jenë duke na ndjekur. Duhet të jesh domosdoshmërisht mik i kryeministrit që kur të bëhesh kryetar Freshi, fjalat të ecë më shumë edhe të arrish të realizosh ato gjëra që i ke premtuar apo jo? Unë them që do të jesh mik i mirë i gjithë të rinjve të Freshit. Dija përgjigjen. Dhe zëri i gjithë të rinjve të Freshit, absolutisht që unë besoj që kryeministri vlerëson ata njerëz që punojnë shumë, vlerëson ata njerëz që janë taft, dhe ata njerëz që dinë çfarë kërkojnë. Kështu që unë këtë e di shumë mirë. Edhe besoj që kryeministri do të jetë shumë i lumtur kur shikon një njerëz që punon shumë, një njerëz që angazhohet fort për idetë dhe parimet e vete, njëri që bën shumë njerëz për veten në gjithë Shqipërinë, ndoshta numri më të madh që Fresh do ketë pasur ndonjëherë si antarësi në gjithë Shqipërinë, kështu që besoj do të jetë një marrëdhënie shumë e mirë dhe shëndosh në të ardhmen. Dhe një pyetje të fundit, duke qenë se edhe koha ecën, minutat kalojnë. Pas disa muajsh ne futemi në një vit të rëndësishëm elektoral, shumë i rëndësishëm për Partinë Socialiste, e cila jam e bindur që kërkon të sigurojë një mandat të dytë qeverisje në 2017 janë zgjedhjet parlamentare. Nga ana tjetër Partia Demokratike kërkon me çdo kusht të rimarrë pushtetin për të ndryshuar ato që sipas saj nuk janë bërë mirë nga Partia Socialiste në këto vite që kanë kaluar. Si e shikon ti të bëjmë pak Nostradamusin, politikën e madhe, nëse po pse jo, përderisa aspiron, duhet të kesh edhe dëshirën për t'i shfaqur. Si e shikon 2017-ën, zgjedhjet e 2017-s? Duken të vështira për të fituar nga Partia Socialiste apo ka bërë puna ishtë mira se që ta meritoj sërish një fitore? 2017 do të jetë një sfidë shumë e madhe në gjithë Shqipërinë. Është vit i rëndësishëm mirë se rriten pagat dhe pensionet. Kjo është shumë e rëndësishme. Po, kjo tha dje në mbledhjen e asamblesë kombëtare të partisë, kështu që është një lajm shumë i mirë besoj. Meritojnë të gjithë ata njerëz që punojnë në administratë dhe të gjithë absolutisht pensionistët e Shqipërisë që të kenë një pagë më të mirë. Por ajo që do të thoja unë për pjesën e zgjedhjeve dhe politikës madhe, do të thoja që Partia Socialiste ka një detyrë dhe një përgjegjësi shumë të madhe para qytetarëve. Unë di që janë bërë disa reforma që absolutisht kanë shkaktuar pakënaqësinë më të madhe që mund të kenë bërë reformat që janë marrë në vitet më parë, ama unë sot jam i bindur, kam qenë skeptik në fillim për këto reforma që po ndërmerreshin, qoftë për energjinë, qoftë reforma punësimit, qoftë reforma sigurisë shëndetësore, qoftë reforma e shëndetësisë falas që ne i kemi pasur në platformën tonë në 2013, ama gjithë këto reforma sot që ne flasim pas 3 vitesh, unë them që kanë qenë të domosdoshme, kanë qenë reforma të cilat e kanë futur Shqipërinë dhe të gjithë popullin shqiptar në rrugën e dur drejt Bashkimit Evropian. Por detyra jonë në këtë fazë është shumë e rëndësishme që të arrijmë të përcjellim mesazhin e dur që këto reforma kanë qenë të nevojshme dhe absolutisht që kanë qenë reformat më të mira të marrë ndonjëherë dhe kjo ka qenë
për mendimin tim, qeveria cila e ka sjell Shqipërinë në rrugën e dur dhe afër Bashkimit Evropian. Kështu që megjithatë lufta do të jetë e ashpër ndërmjet partive politike. Absolutisht do të jetë e ashpër sepse ne shoh të ashpër në terren. Sepse ajo që duken në televizor shumë shpesh nuk është ajo që ndodh atje poshtë në bazë. Unë kam punuar në shumë fushata elektorale, kam punuar me njerëz dhe që të arrish të bindesh njerëzit apo të arrish të shpjegosh se pse këto reforma janë dashur dhe çfarë do bëjmë ne me mandatin e dytë qeverisësh, sigurisht një punë e vështirë, edhe kjo do të jetë një detyrë e jona, sidomos e Freshit, dhe Freshi absolutisht do të jetë në radhën e parë të gjithë procesit të zgjedhjeve të vitit 2017. Dhe unë kam dhe një premtim që e kam thënë dhe në fjalën time më parë, që Freshi këtë vit mbi 50% të votuesve për të parë do të ketë për Partinë Socialiste. Kjo është i premtim shumë i mirë dhe unë shpresoj të realizohet dhe shpat unë të uroj sa më shumë suksese. Shumë faleminderit. Le të themi me fitore, pse jo, në datën 22 tetor, dhe ndoshta do kemi përsëri një takim për nëse bësh kryetar i Partisë i Forumit Rinor Eurosocialist, unë ta uroj me shpirt, do të jesh përsëri në studio për të treguar eksperiencën edhe pse jo për ta nisur me këmbë të mbarë, se të garantoj që Ora News ka mbarësi. Absolutisht dhe ju shumë faleminderit për mundësinë. Faleminderit juve. Do të shkojmë në muzikë, reklama, kthehemi për pjesën e dytë të programit. Në transmetim të drejt për drejt, më lejoni të jap disa arsye të buzëqeshjes time të tepruar, në sensin megjithëse unë nuk para ri pa qeshur, më pëlqen shumë të qesh edhe kur është për të qarë ndonjëherë. E para është fakti e ftuara që unë kam në studio, është një zonjë shumë e mirë që unë e dua fort, sa herë kam pasur rastin për ta përshëndetur, e kam përshëndetur dhe jam e kënaqur që e kam në studio sepse është shumë selektive, mezi vjen, duhet prenotosh një vit agjendën e saj që ta kesh një herë në studio. Bëhet fjalë për Vasilika Tafa, mirëmëngjes, mirë se erdhe, botuese, drejtuese Ombra GVG. Bash drejtuese, se nuk do të jesh është botuesi. Gjithsesi, unë të falenderoj dhe për prezantimin e ngrohtë. Unë në fakt nuk është se jam shumë selektive apo se nuk i përgjigjem ftesave tuaja, por unë jam një grua e ngarkuar me punë, edhe më e rëndësishme për mua është të keni libra të bukur në dorë, sesa unë të jem në studio televizive. Gjithsesi, kjo është shumë e nevojshme për të komunikuar me teleshikuesin, sepse teleshikuesi juaj pse jo është dhe lexuesi jon. Absolutisht. Edhe se mos kur e thot një korçare që është e ngarkuar me punë, imagjinojeni sa dyfish e kënaqur dhe e lumtur ndiem unë. Dhe arsyeja e dytë pse buzëqesh kaq shumë është ky libri. Libër të cilin ne që kemi lexuar 4 të parë, dhe si puna ime jam e bindur që ka shumë, jo vetëm në Tiranë, por edhe në përreth, sidomos në Shqipëri, bëhet fjalë për princesha, më shumë sekrete nga Gin Season. Më në fund kam rritur kur e kam pasur për herë të fundit gëzimin në studio, më tha që tash kur del princesha 5, i kam mbaruar të 4 edhe nuk di çfarë të bëj në kuptimin për çanët në rrjedh. Do vi së shpejti dhe më në fund kjo është princesha 5. Dhe ka mbritur shumë pak pasi ai ka dalë në Amerikë dhe në Europë. Po pra, më the kur folim në telefon. Është pak muaj pasi libri ka qarkulluar në Amerikë. Unë jam shumë e lumtur, vërtet që para lexuesit shqiptar i cili ka ndjekur serinë e princeshave, që ka filluar me librin Princesha, pastaj Vajzat e princeshës, Rrethi princeshës Sultan, Princesha më shumë lot dhe tani Princesha vazhdon të rrëfej sekrete, vazhdon të tregoj. E pse e bën këtë, do të thoni? Po pra. Pse bën princesha? Mendoj që princesha jeton një jetë aktive, vazhdon të luftoj për të drejtat e grave, sepse ajo që është më e çmuar për të në këtë botë, megjithëse është një grua tejet e pasur, megjithëse është një grua besoj e bukur, ka një familje ndryshe nga gratë e tjera në Arabi Saudite, është grua e vetme e një princi si Kerimi, ajo vazhdon të luftoj për dinjitetin e grave edhe jashtë Arabi Saudite. Unë thot princesha në librin e 5 vazhdoj të tregoj sekrete. Në fakt, ka një, të themi, në botën muslimane apo në rregullat e Kuranit, ka diçka që nuk shkon me këtë titull. Dhe mua më duhet ta shpjegoj për arsye kurreshtje për teleshikuesin. Në rregullat e Kuranit sekreti është i shenjtë. Dhe njerëzit që nuk mbajnë sekrete nuk janë njerëz të devotshëm. Në fakt, princesha është një muslimane devotshme, ajo i kryen rritet e saj. Dhe arsyet pse thot unë do të mund të rrëfej sekretet dhe të vazhdoj ta bëj këtë gjë, megjithëse jam një muslimane e mirë, sepse unë thot dua që gratë jetojnë në dinjitet, sepse
para meje ka gra të cilat nuk e ka njohur kur lumturinë. Dhe një grua të mos njohur kur lumturinë do të thotë që të lind fëmijë të cilët mos ta njohin këtë lumturi. Unë do të vazhdoj të rrëfej sekrete duke mbajtur në anonimat të plot emrat e personazheve, sepse mua më duhet thotë që gratë japin makinas në Arabinë Saudite. Kjo nuk ndodh ende atje. Mua më duhet që gratë votojnë në Arabinë Saudite. Kjo nuk ndodh ende atje. Mua më duhet thotë që vajzat cilat shkollohen në ato pak universitete dhe dekt universitare cilat i ofrohen femrave, nuk kanë mundësi të punojnë, sepse që të punosh në një vend pune publik, duhet që ti të komunikosh me dikë. Dhe personi që mund të komunikosh është edhe një mashkull dhe një burr, cilët asaj nuk e njeh dhe asaj nuk i lejohet të komunikojë. Pra, nëse ka edhe rreshti vazhdon dhe i gjatë, minutazh ikën nëse unë do të vazhdoja arsyet, por këto janë shumë arsye. Megjithatë, Etelin, unë jam shumë emocionuar për këtë libër për diçka tjetër. Princesha vazhdon të rrëfej sekrete, vazhdon të rrëfej dhimbje, por ajo që dua të ndaj me teleshikuesin tuaj këtë mëngjes është që unë kam ngelur e befasuar nga libri 5 i saj për një arsye tjetër. Gjithmonë ajo ka marrë me vete familjen kur ka treguar në çdo libër, megjithëse librin e dytë Vajzat e princeshës ja ka kushtuar vajzave, po kryesisht deri në adoleshencën e tyre, sepse deri në ato pikë kanë, domethënë të rritjes kanë qenë ato. Libri 5 unë kam dashur të gjej princeshën një heroinë. Domethënë, libri të themi është shkruar nga shkrimtarja Gjinsason, cilën unë e përshëndes, e dua fort, edhe komunikoj shpesh me të. Do ta nxjerrja pastaj këtë detajun, po më mirë akoma. Jo, e përshëndes nga, domethënë më pëlqen ta përshëndes dhe unë çudita duke lexuar librin me një ankth të themi, se çfarë do të kishte në këtë vëllim të pestë, pash që kërkoja princeshën të ishte, domethënë, personazhi qendror i librit, siç ka qenë në librat e tjerë, por nuk e gjeta. Dhe dini se ç'ndodhi? Princesha kishte bërë një tjetër personazh në libër dhe ajo ishte vajza, Maha. Maha, po. Maha, një personazh tepër qendror model. Këtë besoj, këtë opinion timin do ta përftojnë të gjithë ato njerëz që do të lexojnë lexuesit. Maha është një vajzë e cila ka një pasuri prallore, domethënë trashëguar nga jama. Fatkeqësisht. por që ajo ka ditur që këtë lloj pasurie, domethënë një pjesë të saj, ta shpenzojë në një mënyrë unë adhuroj Mahën në këtë gjë që ka bërë. Ka shkuar vetë personalisht në kampet e refugjatëve në kufirin turko-sirian, mendoni se sa gjë e rrezikshme ka qenë, dhe një letër që ajo ka shkruar të jamës është një letër që do ta kishte zili ta shkruante çdo shkrimtar në librin e tij. Çfarë thon? Domethënë një emocion i papar i përftuar nga leximi i kësaj letre, fjalë zemre, fjalë mendje të ndritur, fjalë të një vajze të pjekur e cila duhet të theksuar që jeton në Europë. Europën e ka, të themi, shtëpinë e saj të dytë, atje ka dhe bizneset, atje jeton, atje menaxhon punën e saj, por kthehet shpejt tek familja, tek në Arabinë Saudite, tek e jëma, tek i jati, i don fort prindrit, i vlerëson, e don vllajën, ka një lidhje shumë të ngushtë me vllajën, megjithëse i vllai jeton në Arabinë Saudite dhe ka një familje shumë të mirë, ashtu si ka dashur princesha. Vetëm me një grua. Por, vetëm me një grua, megjithatë Maha më ka habitur. Më thënë, është një libër që vërtet jo të gozhdon, thon mediat e huaja, të gozhdon. Vërtet në këtë libër ti gozhdohesh dhe domethënë ke atë emocionin që nuk mendon dot për te atyre që thuhen. Emocionet vinë edhe për shkaqe të tjera. Në gjithë librat ne kemi parë që princesha është një grua që lufton kundër burrave të cilët nuk i japin dot të drejta dhe liri grave. Dhe në këtë libër princesha ka një dedikim të veçantë. Këtë libër ja kushton një burri saudit. Atëherë, domethënë kjo ishte, të themi, çudia e dytë që më ndodhi. Një libër thotë që ja kushtoi një burri saudit, Raif Badawit. Raifi dy fjalë edhe për Raifin, mund t'i ne kemi kohë vetëm për librin. Raifi
është një burr saudit I cili ka krijuar një familje shumë të mirë, kishte një grua, kishte do të them sepse ai nuk jeton më, duhet ta zbulojmë këtë. Kishte një grua jashtëzakonisht inteligjente dhe ai u përpoq që gruaja e vet të shkollohej, jetonte I kënaqur me familjen dhe I pakënaqur me rrethin që e rrethonte. Dhe Raifi me inteligjencën dhe me inteligjencën e një burri të mençur ngrihet dhe shkruan në rrjetet sociale. Kur do të ndryshojë kjo jetë? Dhe shumë shpejt Raifi e gjeti veten brenda qelive të burgut, mirëpo ligjet në Arabinë Saudite për të ndëshkuar një njeri, qoftë ky mashkull ose femër, janë shumë të forta, sepse mendohet që muslimanët, domethënë me atë jetën duke u mbështetur tek Kurani dhe tek feja, nuk duhet të bëjnë gabime. Dhe kështu që gabimi ndëshkohet rand. Por ky ndëshkim ishte luftë për princeshën e cila donte të shpëtonte Raifin dhe ka ndodhur deri në këtë pikë që princesha I shoqi nuk e mbështeti dot, për shkak që jo sepse nuk mbështeste dot princeshën, jo sepse nuk jepte dot të drejtë, sepse në një moment sinqeriteti të dy ata diskutuan hapur dhe donin ta mbështesnin këtë djalë ta shpëtonin. Sepse lufta e tij kishte qenë e drejtë dhe ajo luftë të cilën princesha luftonte për ditë në një mënyrë tjetër, mirëpo nuk u shpëtua dot. Edhe kjo ka qenë një nga dhimbjet e mëdha të princeshës. Më thënë kur një lexues merr në dorë dhe mendon që 4 librat e tjerë kanë qenë një luftë e vazhdueshme, faqe për faqe, tregim për tregim dhe pamundësi e madhe për të komunikuar, përveç sepse edhe për të qenë një grua e familjes së saj, pra për të qenë gruaja e vetme e Kerimit, ajo ka luftuar deri në ikje. Domethënë një luftë ku I ka thënë të shoqit ose ne, dhe kjo ka ndodhur domethënë këto ndodhi I kemi marrë vesh në librin e parë dhe të dytë, ose ne të dy do të jetojmë së bashku me fëmijët tan, ose ti nuk je më burim. Dhe kjo domethënë ishte një ndëshkim edhe për princeshën, por edhe për Kerimin, që nuk arriti dot. Kështu që mendoj që të themi fjala e lumtur, gratë thot në Arabinë Saudite nuk janë të lumtura. Unë mendoj që kjo nuk ka të bëjë vetëm me Arabinë Saudite, domethënë pjesa e lumturisë është gjithmonë e diskutueshme, por gratë cilat duhet të kenë të drejta, apo gratë cilat dhunohen, dhe ky libër mendoj prandaj ka gjetur edhe në botën shqiptare një lloj sensibiliteti, një lexuesit e vet, ndjekësit e vet kjo kolan, sepse vërtet edhe tek ne ka gra të cilat dhunohen. Ne përdit dëgjojmë nëpër emisionet e lajmeve apo debatet apo kronika televizive që ju keni, gra të cilat vriten, dhunohen, përdhunohen. Kjo është një luftë jo vetëm e princeshës, kjo duhet të jetë një luftë e gjithë grave. Jam kurioze të di, në Arabinë Saudite është ky libër, Nasi? Jo. Dhe nuk njihet se kush është princesha që e rrëfen. Unë mund ta tregoj. Emrat janë të supozuar. Emrat janë vërtet, domethënë, çdo personazhi është real, ngjarja është reale, emri I personazhit është I vendosur nga shkrimtarja dhe edhe princesha nuk është princesha sultan. Sigurisht ajo ka një emër tjetër, që për hir të vërtetës as unë nuk e di. Unë sa do të pyesja, e di vërtet? Jo, nuk e di kush është. Sepse do kërkoja diçka tjetër, po që më doli jashtë kësaj që the. Kam përshtypjen që princesha ka komunikim shumë të ngushtë me autoren, pa diskutim. Nëse unë si një lexuese e rregullt e gjithë kolanës dhe si një adhuruese e fuqishme mënyrës formës së tregimit dhe ngjarjeve, dua të përcjell dashamirësi ndaj personazhit kryesor, ndaj asaj që ka rrëfyer ngjarjen dhe pastaj është marrë dhe nga autorja. Si bëhet kjo? Uralit se është autorja? Sigurisht. Madje kjo pyetje është shumë e bukur. Sigurisht të falat përcjellen edhe nga shtëpia botuese, por unë gjej rastin prap domethënë ta ndaj me teleshikuesit tuaj, Gjin Sason, shkrimtarja, jeton në Amerikë, është gazetare, ka jetuar shumë vite në Arabinë Saudite, është njohur në një festë me princeshën, në një festë ku organizonte ambasada italiane, dhe kjo ishte një ndihmëse e Korpusit të Paqes,
në atë, sepse gjithmonë gratë janë të limituara, gratë që hynë në atë shtet, edhe që ndihmojnë, mirë po ndonjëherë ju duhen për pjesën e mjekësisë, domethënë e cila merret me gratë, domethënë në atë pjesë kishte shkuar të punonte dhe atje pa një grua inteligjente, e cila i ofroi miqësinë e saj, e thiri. Këtë e ka rrëfyer edhe nëpërmjet një interviste që ka ndarë me lexuesin shqiptar, por edhe nëpërmjet emaileve me mua dhe me Shpinë Botuese. Dhe Xhin Sason më shkruante një moment që, domethënë, lidhja jo nuk bë kaq e afërt dhe ne, domethënë, hym kaq shpejt në komunikim me njëra tjetrën sa na dukej sikur kishim jetuar bashkë. Dhe ajo për herë të parë që krijohet. Për herë të parë i ka falur ditarin e saj. Dhe nga ditari ka marrë shkas shkrimi i gjithë këtyre veprave. Më thënë, libri i parë është ditari i princeshës Sultan, sigurisht Xhin Sason i din dhe emrin, e ka takuar patjetër, edhe princesha e ka vizituar së bashku me Kerimin deri në Amerikë, kanë shkuar, por ajo vazhdon ta mbajë, domethënë vazhdon të jetë tepër korrekte, diskrete dhe tepër korrekte në fjalën që ka dhënë, që unë nuk do ta zbuloj emrin tënd, sepse rreziku është këtu, nuk është problemi që zbulohet thjesht emri i princeshës, por vargu i njerëzve cilët duhet të dënohen nga këto është shumë i gjatë. Domethënë mbretëria është shumë e fortë për ta mbajtur pushtetin e saj dhe ajo ka rrëfyer sekrete jo vetëm të sajat, jo vetëm të motrave të saj, jo vetëm të vjerit, të vëllait, por domethënë të jatit, sekretet janë, domethënë, vinë dhe zgjerohen dhe kështu që shkojnë deri te mbreti, sepse princesha është mbesa e mbretit. Dhe kështu kjo është arsyeja. Por unë kam edhe një tjetër kuriozitet për të ndarë. Ky libër vërtet që jo të pesta, libri i parë është përkthyer, sepse Aliu shkon një vllai i princeshës, shkon për një vizitë në Gjermani dhe Aliu shef një libër gjermanisht cili ka historinë e një princeshe dhe kur lexon aty lexon veten dhe e merr këtë libër dhe i lutet një përkthyesi gjermano që dinte gjuhën arabe dhe ai ja përkthen librin jo më shumë se sa për 2 javë, pak ditë, dhe Aliu e merr këtë sigurisht të printuar dhe shkon dhe ndan me familjen. Do thënë ky është një çast për të kuptuar që ata edhe se e din që princesha e bën këtë deklaratë apo ndan me botën, me gjithë botën, sepse princesha këto sekrete i ndan me botën. E vërtetë është. Dhe themi deklaron se ç'bëhet në shtetin e saj, brenda në mbretëri, se çfarë marrëdhënie shkrijohen me motrat, me vëllezrit, do të thënë tregon të themi të qartë në pasqyrje nxjerr botës se kush është Arabia Saudite. Ashtu si nxjerr edhe vlerat. Për shembull në librin e saj të 5 më ka bërë përshtypje disa deklarata të princeshës, kur ajo thotë që në Arabinë Saudite nxjerrja e sekretit është një faj i madh. Dhe unë mendoj thotë që është vërtet faj. Do me thënë dhe pranon që është faj. Ne thot nuk mund të nxjerrim sekretet, do me thënë sekretet e familjes nuk duhet të dalin përtej. Dhe ky pavarësisht se hyn në ligjet e Kuranit, unë mendoj që ka një lloj të drejtë, do me thënë jam me këtë mendim. Megjithatë thot unë pse e bëj këtë gjë dhe pastaj fillon dhe tha atë arsyet. Dhe arsyeja është që gratë mos dhunohen, që të ketë një gratë të lumtura, që gratë të mos, që fëmijët me që lindin të seksit femër të mos varrosen të gjalla në shkret të tir, që të mos përdhunohen vajza pa arritur dot pubertetin, të mos ketë lodra në duart e princërve të majmur apo të njerëzve të majmur në Arabinë Saudite që luajnë çdo ditë me vajza të vogla të paritura dhe të bukura. Ato duan të luajnë me kukulla, siç është personazhi i Italias, dhe ndërkohë në moshën 12 vjeç ajo përdhunohet egërcisht nga një burr 53 vjeç. Pavarësisht se ky personazh ka ditur të dalë nga ajo botë, ka ditur, domethënë, ato dhimbjen e fëmijërisë të mos tregohet e dobët, dhe në këto momente Italia është një personazh jo vetëm në Arabinë Saudite, por dhe në një vend tjetër të lindjes arabe siç është Jemeni, është një nga vendet i cili dhe në princesha në librin e saj e analizon gjatë. Jemeni
është vendi ku diskriminojnë gratë me përqindje më të madhe në botë. Domethënë, një grua absolutisht, jo një grua, por një vajzë absolutisht nuk është as e regjistruar dhe të themi nuk ka vëmendjen as të prindërve. Prindrit për të dalë nga situata e vështirë që mund të kenë, e shesin vajzën pa vetëm me një karrocë miell. E tmerrshme. Dhe ta mendosh që jemi në 2016 edhe presupozohet që bota evoluon, megjithatë na duhej neve libri Princesha, aq më tepër Princesha më shumë sekrete, sepse na bën të ditur si kundër edhe ti e the jetën reale se çfarë ndodh në Arabinë Saudite. Të zhvendos vetëm pak nga Princesha, sepse jam e sigurt dhe jam kurioze të di çfarë gjërash, librash më saktë të tjerë brillant ka dalë nga Ombra GVK. Se po vjen dhe panajeri dhe e sigurt që prodhimtaria është cilësore dhe sasiore. Në politikat e shtëpisë botuese ne jemi treguar të kujdesshëm për të sjell nga çdo gjuhë apo të themi vend, letërsi të themi, sepse s'mund të thuash vend, letërsi, të themi letërsi arabe, letërsia e vendeve të zhvilluara nga Amerika, letërsia japoneze, letërsia koreane, që sot është një letërsi e cila po dominon tregun amerikan, jemi munduar të sjellim tituj cilësor, autor cilësor të vlerësuar dhe të kemi, domethënë, që të ketë në kërshërinë e duhur edhe lexuesit. Doja të përmendja këtu një vepër e cila do të pasojë dhe nga një vepër e dytë, po një vepër në treg e Kenzabur EOS, një nga nobelistët tashmë të njohur, i cili vjen në përkthimin e Bledar Kurtit, vdekja nga uji, është një vepër jashtëzakonisht cilësore dhe unë domethënë do t'ja u rekomandoja lexuesit shqiptar. Një vepër e cila prapë më ka befasuar, por me të njëjtin titull, Princesha, por tashmë Princesha Bari, në përkthimin shumë të bukur dhe shumë prekës të Kozeta Kurtit, koleges tuaj edhe mikes time. Kozeta ka sjell një autor korean i cili vërtet është një autor i vlerësuar në gjithë botën dhe unë kam kënaqësinë të them që besoj do të jetë një libër që do të godas. Do të godas në ato lexues cilët i duan këto lloj historish, por preken dhe mendojnë që shiko, në gjithë botën ndonjëherë shtresat shoqërore kanë edhe veprimtari apo kanë edhe pësojnë edhe të njëjtin fakt si edhe në Shqipëri. Pra domethënë, ndonjëherë bota ndahet me shtresa. Kështu e mendoj. Jo, ashtu është vërtet. Dhe domethënë ky libër e sjell afër këtë lloj perceptimi. Do të isha shumë e kënaqur të ndaja me ju edhe një vepër tjetër të Panos Ioannidas, është një shkrimtar qipriot mjaft i rëndësishëm, ai vjen me një përkthim të Kleolatit, Korbi. Unë do të thoja që është një libër që të emocionon, që një lexues edhe lexon, edhe emocionohet, edhe tregon Panos Ioannidas, por edhe ti mëson historinë e Kipros, se si është ndërtuar Kipros, se si vazhdon të zhvillohet, mëson historinë, se si komunikojnë vendet e Ballkanit. Pra, do të thënë, një libër që edhe të emocionon, edhe të mëson dhe të lë mbresa të jashtëzakonshme. E të tjerë, mos më lërë t'i zbuloj të gjithë, sepse kam edhe të tjera. E di unë që ke dhe po të lash do vazhdosh të tregosh, po autor shqiptar, sepse e di që një vend të rëndësishëm i kushton edhe autorëve shqiptar. Sigurisht ne kemi një roman shumë të bukur, sapo ka dalë, sa është hedhur në treg, i Petrit Palushit, i shkrimtar Petrit Palushi, Shtrati 13. Vërtet Petriti ka shkruar apo ka botuar me ne disa romane, por unë mendoj që ky është romani i cili vërtet duhet të kalojë në vëmendjen edhe të medias. Patjetër, ne do të kemi mundësi që ta marrim dhe ta prezantojmë. Është një romancier. Ne mundohemi që të botojmë edhe autor shqiptar, por veprat e tyre të jetojnë. Do të thënë, ne nuk mund të botojmë një autor shqiptar, vepra e të cilit mund të përdoret thjesht për miqt.
Jo, e rëndësishme është të shkoj edhe për tej. Edhe për tej. Ka lindur do ta mbyllim tani me këtë pyetje të fundit. Ka lindur një debat, më duket mua, ndërmjet njerëzve që e duan librin, që duan të lexojnë. Është më mirë ta kesh librin kështu, unë adhuroj librin kështu, madje kam një zakon që edhe shumisht mi që e duan I marrin erë. Absolutisht. Edhe unë. Mua më pëlqen shumë ti marr erë librit sepse ka një ndjesi që të fut realisht në botën e librit apo një libër që lexohet elektronikisht. Për mua të dyja janë të pranueshme. Megjithëse ne botuesi duhet të pranojmë këtë pjesën e parë, cilët edhe unë kam, domethënë e adhuroj pjesën e shfletimit. Madje mua shfletimi i librit është një lloj muzike që nuk e ndoroj me asnjë S'ka instrument që ta imitoj. Asnjë gjë tjetër dhe sidomos në netët para se të flesh, shfletimi i librit edhe në një dritë të të dobët që godet deri te fleta, unë mendoj është një nga gjërat më të bukura që një njeri mund të përjetoj. Por duhet ta pranojmë që teknologjia ecën, që bota zhvillohet, që unë nuk mund t'i them dot vajzës time dhe djalit tim pse lexon një libër në e-book. Ashtu siç nuk mund t'i them gjithë të rinjve. E rëndësishme është që të rinjt të lexojnë. Nëse ti lexon patjetër që do të kesh këshërinë që edhe ta marrësh dhe të mbushësh një bibliotekë. Unë kam hasur në përpanajiret e librit ku ne jemi prezent edhe të rinj që sapo kanë ndërtuar ato folezat e para të tyre, them shtëpitë e tyre dhe ndërtojnë bibliotekat dhe vinë dhe të pyesin. Shiko, unë këtë libër e kam lexuar në origjinal, e kam lexuar e-book, juve e keni të përkthyer. Zonja Vasilika, mund ta marr? Pra, një njeri që lexon edhe elektronikisht, do të thotë që do të ketë këshërinë të bëjë edhe bibliotekë, ta ketë. Kështu që e rëndësishme është të lexojmë. Dhe nëse lexojmë, unë mendoj që jetën e shohim ndryshe, gjërat i zgjidhim ndryshe. Pse jo, luftojmë edhe për gjëra më të bukura. Absolutisht. Lum ata që adhurojnë leximin, sidomos në mbrëmjeve të vona, që është një terapi e shkëlqyer përpara se të bësh një gjumë të mirë, cilësor dhe me ëndra. Unë të falenderoj shumë realisht që të kisha në studio, të falenderoj për prodhimet cilësore dhe për punën e palodhur që realisht ju të dy si bashkëshortë bëni, por edhe stafi Ombra GVG, dhe mezi po pres panairin për të bler disa libra, jo me ulje, s'është pjesa vetëm aty, po për të parë shumë libra dhe për të marrë shumë libra. Unë falenderoj që kam kënaqësinë të vi në studion tuaj, të ndaj me teleshikuesin tuaj emocionet që na sjellin librat tan, por pse jo, unë ndjeva shumë mirë këtë mëngjes. Mendoja që diela ishte relaks, po që nga një relaks i bukur ta ndash në Ora News. Faleminderit shumë. Shpresoj të shkoj akoma dhe më mbar. Blini, princesha më shumë sekrete, me një çmim shumë të arsyeshëm, realisht brenda 2-3 ditëve ky libër do të mbaroj sepse do të përpihet nga ju. Do të ketë muzikë, reklama dhe kthehemi për pjesën e fundit në ditën e weekend. Na ndiqni. Në fakt fillon Arena në orën 21 në radio televizionin Ora News në drejtimin e Dritanilës, një program nga më të rinjt në çeljet të sezonit. Sikundër ju thash dashur miq, ne jemi rikthyer përsëri në studio për të folur për pjesën e fundit për ashpërsimin e masave të kodit rrugor, vendosja e ripit sigurimit, ndenset e fëmijëve ose diljet e përshtatshme për ta mbrapa në sediljen e dytë të makinës, apo edhe normat të tjera të cilat janë forcuar me qëllim për të ulur sa më shumë numrin e aksidenteve apo për të parandaluar ato. Për të arsye unë kam në studio Artur Sulçe. Mirëmëngjes, mirë se erdhët zoti Sulçe. Ekspert i sigurisë rrugore dhe le të themi qarkullimit rrugor në tërësi. 150.000 lekë të vjetra, po e nis nga kjo e fundit, nëse je duke folur me telefon dhe nëse nuk ke vendosur rripin e sigurimit, drejtuesi i automjetit apo pasagjeri. Çfarë të mire i sjell kjo sigurisë në rrugë? Për të kuptuar ashpërsimin e normave, e para njerë duhet të shikojmë mentalitetin dhe modelin strukturor të aksidentit që ndodh në vendin tonë. Pra, para se të merret një mas, duhet studiuar numri i aksidenteve, si dhe tipologjia e aksidenteve që ndodhin në vendin tonë. Dhe në funksion të këtyre mund të merren masat e nevojshme në mënyrë që ato të jenë efektive. Se në rastin e do të shikojmë masat që janë marrë para një viti që hyn në dhjetor të 2014 në vendin tonë në lidhje me ashpërsimin e kodit rrugor, ashtu siç u bë ajo e alkoolit, e cila mbi 0.5% quhet vepër criminal case dhe drejtuesi i automjetit edhe burgoset, domethënë ndiqet penalisht, sepse është vendosur kushti mbi 0.5,
atë quhesh në gjendje të dhëur juridikisht dhe në këtë rast ndiqesh dhe penalisht sipas kodit penal. Më fal, të bëj një ndërhyrje. Po. Më fal. Mbi 0.5, nëse mund ta përkthejmë në gota vere për shembull apo në Një gotë vere, unë s'kam telefon. Një gotë vere. Unë e kam në telefon dhe programin për cilin çado që të më thoni ju, menjëherë del një gotë vere, unë do dalit një gotë vere normale se varet nga përqindja e alkoolit që është kjo verë, se mund të jetë 12. Marrim një verë mirë, e cila është 12.5% alkool, atëherë një gotë verë jeni në kufit limitin e gjendjes. Domethënë ne kur të dalim për darkë duhet marrim taksi patjetër. Absolutisht, preferojmë të shojmë një gotë më shumë. Absolutisht nuk bëhet fjalë kjo. Por në rast se ne do të shikojmë tash edhe një herë që u forcua ky ligj në lidhje me alkoolin dhe konstatojmë që përsëri numri i aksidenteve është rritur. Pra, ashtu sipas Instatit, që është një institucion zyrtar, pam që pavarësisht forcimit të masave në vendin tonë, si në kodin penal dhe në kodin rrugor, përsëri numri i aksidenteve vjen duke u rritur. Biles ishte rrit me 10% tremujorin e dytë, ndërkohë që targeti i qeverisë është për ta ulë 10% atë numrin e aksidenteve në vit. Në këtë këndvështrim shikojmë një pavësi totale të atyre që iniciuan forcimin e këtyre masave, ndërkohë sepse mbas një viti bëhet analiza kosto-profitim. E vërtet. E dyta, mos harrojmë një gjë që jemi njerëz të lirë, nuk mund të privosh jetën dhe lirinë e njerëzve në konceptin e përgjithshëm me masa shtrënguese, sepse ja rezultati. Por shtrojmë problemin tjetër. Ju përmendët rripin, përdorimin e rripit. Neve kemi pak a shumë kodin rrugor italian. Ku jemi referuar? Jo, po thuajse 90% kemi kodin rrugor, e kemi përkthyer, po se kemi përkthyer mirë as këtë. Dhe po të shikoni, në nenin 172 të kodit rrugor të Italisë është e përcaktuar në mënyrë eksplicite që në rast se një përdorues automjeti është duke lëvizur dhe nuk e vendos rripin, atëra i merr një gjop nga 81 deri në 326 euro, diçka e tillë. Por mos harrojmë këtu që kjo vlerë është e lidhur dhe me pagën e tyre, që sa është paga mesatare dhe minimale në Itali. Por s'po gjykojmë vlerën e kësaj. Dhe në rast se ju jeni recidivist, në 2 vjet e keni përsëritur këtë gjop, herën e tretë merrni gjopën maksimale dhe heqjen e lejës drejtimit 15 ditë deri në 2 muaj. Jo 6 muaj apo një vit si në Shqipëri. Në rast se iku kjo në Itali nga e kemi marrë kodin. Në rast të shikojmë kodin e Kosovës. Edhe neni 187 përdorimi i rripit sigurisë, në rast se nuk e përdor, dënohet përkundra vajte me gjop 40 euro shoferit i cili ban personat mitur e gjithë me radhë. Ndërsa këta e kanë specifikuar Kosova që në rast se ke persona të mitur dhe nuk i ke tendencë, atëre gjoba rritet 100 deri në 300 euro dhe heqe lejës drejtimit deri në 6 muaj. Kurse ne e kemi direkt. Po të shikosh, nenin 170 të kodit rrugor tek ne është skandal nga mënyra, ke 6 muaj deri në 1 vit. Pra, ke gjobën 5.000 lekë deri në 15.000 dhe 6 muaj deri në 1 vit heqe lejë drejtimi. Nuk e kuptojmë do, a është bërë një analizë se sa aksidente ka ndodhur për kësaj. Dhe në rast se ju shikoni me kujdes të gjitha komunikatat e policisë rrugore apo të Ministrisë Brendshme, kënaqësia më e madhe e tyre është kemi dhënë kaq gjoba. Po nuk është. Po për kë punojnë? Çfarë do të arrijnë me këtë? Mase targeti i tyre është vendosin. Është mbushja e arkës së shtetit, që do shkojnë për investime për ne. Pra, targeti i tyre nuk është zvoglimi i numrave apo këshillimi apo parandalimi i aksidenteve, po jo, është vendosja e gjobave, sepse kështu marrin fletëderimin ndoshta në titullari i madh i tyre apo edhe i gjati fare, që është kryeminist. Pra, në këtë këndvështrim, unë gjithashtu shikoj një trend që po i jepet policisë shtetit, ku vetë ministri mas aksidentit që ndodhi në Kams e bëri një mas alarmante. Një aksident është një aksident. Dhe duhet trajtuar si i tillë. Gjithë bota e ka saktësuar këtë element. Në ç'kuptim? Në rast se ndodh një aksident dhe përdoruesi i përfshirë përdoruesi rrugës, drejtuesi i mjetit, i përfshirë në këtë aksident, ka përdorur pije alkolike, atëherë si gjithë bota trajtohet criminal case. E nuk ka pse thotë ai ta trajtojnë mbrasi, se në vetvete, se nuk është dhe juriste i ministrit për shkak nuk e di. Edhe nuk ka si të thotë mbrasi, sepse në 290 i kodit penal thotë vetë. Pra, aksidenti është
vrasje në pakujdesia ose neglizhencë e tepruar, e përkthyer në juridikisht kjo. E kuptoj. E dyta, në rast se një përdorus rrugës së drejtues së automjetit përfshihet në një aksident dhe largohet nga vendi i ngjarjes, përsëri kjo është criminal case. Dhe gjitha rastet e tjera janë aksidente. Ne kemi parë për shembull drejtues trenash me 100 veta të vdekur ose drejtues autobusesh, dhe ata janë ndjekur në gjendje të lirë. Pra, aksidenti shpeshherë cilësohet edhe si puna e infarktit zemrës. Është fatkeqësi. Në konceptin e përgjithshëm është fatkeqësi. Dhe kriminali më i madh në botë, e gjitha me radhë nuk do sepse me një pafajshëm nuk ke motiv për ta bërë. E vërtet është. Ky është koncepti. Por mos harrojmë një gjë, ju e keni parë në jetën tonë përditshme. Ju e keni parë policët që futen në kthes për të vënë gjop dhe kënaqet. Mund që dali hapur, edhe të reflektoj. Ka dhe policë shumë të mirë, më ka ndodhur vetë me makinë kur janë futur kundravajtje për arsye shpejtësie për të fituar kohë dhe jam mirë kuptuar prej tyre për shkak të mos pasjes së vëmendjes për të lexuar tabelën ashtu siç duhet dhe thjesht jam mjaftuar me semafori është jeshil, rruga është e lirë, kam kontrolluar kryqëzimin dhe jam futur. Ka dhe persona pozitiv që të tolerojnë, sepse janë gabimet që nuk cënojnë dhe nuk rrezikojnë jetën e askujt. Ju kuptova, janë shumë pak, po ju keni parë në rrugët interurbane kryesore, që janë crossbordet tona kryesore, që ata rrinë në kthes, ose del me një tabel e thot ndal, ndërkohë që ju jeni korsinë e shpejtësisë. Pra, ka gafa të tilla, po nuk lejohet, e para nuk ndalohet, po ai ndërkohë, domethënë sepse këta i vendos dikush që bëjnë shërbime. Ju keni parë policë të qarkullimit rrugor që bëjnë shërbime në korsitë e përshpejtimit, që janë korsitë që ju në një rrugë sekondare do futeni në rrugë kryesore. Dhe ata atje kanë ngrit post blok. Ka një normë të përcaktuar, ka VKM të përcaktuara se si ata duhet ta kryejnë këtë shërbimin. E dyta, dhe në rast se ti kap një qytetar, privatësia e tij duhet të jetë e tillë që ti zotëri nderuar ndërtohe atë postbllokun tënd të shmangur nga rruga në një kthes siç e ndërton gjithë bota. E para një vendosi tabelë të madhe elektronike. Këtu ke kontroll policie. Fillo dhe vendosi listikën e nevojshme dhe nxirre nga rruga fare dhe kontrollohet që mos ta shikoj tjetër që unë ju kontrolloj ju apo këtë. Të ruajë privatësinë. Dhe për ato që ke shkelur të përgjigjesh, nëse ke shkelur diçka. Ama mos kesh po që se nuk e shkel gjë. Pse ka dalë një grup atje që kërkojnë njerëz dhe pa disa të rinj të shtrit barkas, nuk ka sens se ata nesër të kthehen të kërkojnë demet. Jo pasuror në lidhje me këtë trajtim njerëzor të i bën njerëzve. Kam një pyetje zoti Sulçi, se unë kam pasur një herë para disa kohësh me një efektiv të policisë rrugore ku në autostradë Tiranë-Durrës të paktën, a nuk është me rregull që tabela e ndalimit duhet të ngrihet të paktën jo më pak në një distancë sa 50 metra nga vendodhja e efektivit me automjetin që po vjen, me thënë nuk mund të ngrihet aty për aty sa është, duhet të ketë një distancë të përcaktuar. Sepse unë duhet të kem kohë të frenoj, të njoftoj makinën mbrapa meje që të ruhet, të ruaj distancën ose të bëj parakalimin. Në atë kategori rrugë që po më thoni ju, në rrugën Tiranë-Durrës, që është rrugë interurbane kryesore, ai nuk ka detyrim ligjor të dalin në atë formë dhe nuk duhet bërë post bloku siç e bëjnë ata. Post bloku ky është de fakti që her pas here atje ndodhin aksidente, ky është de fakti që aty ka humbur jetën një oficer policie gjithë me radhë. Duke mos si planifikuar këto shërbime të policisë rrugore në përputhje me rregulloren VKM 153 viti 2000 dhe në përputhje me VKM 277 e 2010-s që është manuali sinjalistikës. Pra, në rast se do dalin një postblok, ai postblok aty do vendoset gjithë sinjalistika e përkohshme e nevojshme në mënyrë që çdo përdorus rruge të marri informacionin e dur, në kohën e dur, në distancën e dur dhe në fund fare që mund të bëjë mbas 500 apo 600 metra do të jetë polici masi drejtuesi mjetit. Është njoftuar, ka marrë informacionin e nevojshëm dhe të shmanget. Dhe polici të dalë atje ku makina është me 50 apo 40 km/h për të dhënë drejtimin jashtë rrugës dhe për ta kontrolluar. Pra, a keni parë ju deri sot me në një vend? Ju keni parë që ata vendosin 3 kone dhe ndal policia ku rruga është me 90 km/h. Që është shumë e vështirë për të manovruar apo për të ulur shpejtësi sepse bën aksident mbrapa. Dhe unë disa herë kur kam parë të tilla për vete i kam këshilluar ju dark të shkonin në shtëpi, lëreni shefin, do të dali vet ajo se do të marrë flet lavdërimit e shefat e vet, leni të vija in punë dhe largohuni sepse dark ju kërkon familja juaj. Sepse është një rrezik vërtet i shtuar, se mund të vijë një njerëz, mund të vijë një njerëz që në ato momente ka një problem, qoftë social, ka një problem shëndetësor, iku dhe i mori të gjithë përpara. Sepse makina ka një energji kinetike që do ta shuaj dhe nëse do frenoj. Çfarë do të thotë që me 90 km/h
Ati duhet rreth 47 metër për ndaluar. Polici të del 47 ka të pjesë. Ka dhe pjesën e reagimit psikoteknik dhe shkon rreth 70-80 metër që të ndaloj. E kuptoj, do me Nga thënë, momenti këtë që pjesë nga nuk kanë tabela qenë në edhe rregull. pra jo në rregull, po shumë në rregull në konceptin e kësaj. Përveç se nuk lejohet sepse bësh pengesë, se vetë Po, kodi rrugor e përcakton. nuk lejohet të bësh frenimet me njerëzme në këto kategori rruge, pa pasur një pengesë rrugore. Ku cila është pengesë rrugore? Pse doli polici budallatje përpara të ndalosëm ka thënë shefit ve gjop ose ndalosë unë do të plotësoj se s'bën numrin e gjobas së megjina puna? Megjithatë duhet ta pranojmë faktin që ka shumë efektiv të tjerë të mirë të përgatitur. Kjo nga eksperienca ime personale me përdorimin e rrugës të përditshëm dhe të shpeshtë. S'ka masi vrede në këtë koncept, por Do të thënë që e sepse njohin dhe atyre ju vën përballë, si ti vesh përballë këto ndryshime të kodit të kuptoj që rrugor, është pak- të cilat nuk lidhen as shikon, në rast se do shikoni një stat .gov.al, keni një tabelë atje për pagat ku thuhet paga mesatare në institucionet shtetërore është 53.026 lekë në muaj. Paga minimale zyrtare 22.000 lekë. Si mund ta vësh këtë gjop? nuk e 15.000 përballon, ose si mund të vësh të gjop në këtë vlerë. E dyta përveç kësaj vendos dhe këto elemente të tjerë. Por na i ndani, ta dim, na i ndani cilat prej këtyre shkeljeve ka sjellë aksidente rrugore. Që edhe drejtuesi e di pastaj ku fokusohet më shumë edhe çfarë duhet bërë. Pse si kanë forcuar këto shkeljet këtu për ndërhyrjet në rrugë? Pse nuk i kanë Keni fjalën forcuar për, për ende hyrjet-daljet? hyrjet daljet në rrugë, kur ato nuk janë brenda standardit? Pse një qytetar i përdorues të rrugë e kërkon maksimal i forcon dhe u pa që gjatë vitit kaluar forcime dhe ndryshime të kodit rrugor nuk sollën asgjë. Mbi të gjitha mos harrojmë liritë e drejtë e njeriu. Pra, përfundimisht i forcove dhe numri i aksidenteve rrit nga 10%. U rrit. Mos harrojmë një gjë, sepse ata këto zhurmat që i bëjnë her pas here, qoftë titullari i Ministrisë së Brendshme Ditën Maradh bën për shkak problematikës që ka Ministria e Brendshme dhe një ndër elementet kryesorë që është këtu tek ne, i cili do ta po e jep efektin dhe do ta japi dhe më mbrapa, është dhe përdorimi i drogave në vendin tonë. Po. Unë jo më larg se dia për dje, më duket se në televizor, nuk e mbaj mend në cilin televizor, një mjek toksikolog foli që numri i përdoruesve ka shkuar në 20.000. Të drogave të ndryshme. Po 20.000 është realisht një bombë me sahat për përdoruesit e rrugës. Pra, imagjino, atëre, përse nuk është forcuar në këtë drejtim? Apo kanë hallë se bien vetë në këto kushte, se mund të jenë përdorues. E para. E dyta, përse nuk është forcuar, pse nuk është gjetur një njësi matje për këta njerëz për t'i verifikuar në rrugë? Sepse po ta shikosh më pamje të jashtme, unë e udhash dhe materialin që tregojnë për gjithë ato problematikën që kanë këto drograt, gjithë llojet e drograve dhe si ndikojnë tek dhe sa ori kanë efektet e tyre dhe si ndikojnë tek përdoruesit e mjeteve. Por 20.000 nuk janë pak. Çfarë do të thotë? Që në përgatitjen e këtyre masave ata nuk kanë marrë parasysh asgjë, po 20.000 është sot. Po të shikojmë se problematikën e vendit tonë, siç dëgjojmë në media, apo se ne nuk dimë që ne kemi programin tonë, merrem me punën tonë, po siç dëgjojmë në media, që është mbjellë në gjithë Shqipërinë. Atëherë, ku do vëm? Është ardhmë akoma më e keq me zymt. Se në rast ata nuk dashesin ta hedhin për konsum të brendshëm. Dhe ky është problemi. Mos futemi se jo, janë elementë të cilët realisht ndikojnë. Atëherë kur ke 20.000 të tillë, pse nuk merr pajisje për të kontrolluar? Po specifikohesh te gjobat. Ja po ju tregoj një gjop tjetër që vendos Ministria e Brendshme. Jashtë ligjit. Kemi gjobën në xhamat zinj. Ma është hequr leja e qarkullimit mua për këtë. Okej, ja po sqaroj unë atëherë. Atëherë ishte përdorimi i pastër i detyrës, i komisionit i cili heq lejen e drejtimit, i komisionit i cili vë gjob dhe i gjithë atyre oficerëve të policisë në Ministrisë së Brendshme që kanë ndërmarrë këtë veprim. Pse ndodh kjo? Në 1968 ka qenë konventa e madhe e Gjenevës ku kemi aderuar dhe ne për mjetet motorike dhe për pajisjet e tyre. Në 71 duke se kemi aderuar ne dhe në 2011, 2012
me ligjet përkatëse, Parlamenti shqiptar i ka ratifikuar dhe këto kanë në fuqi e para. Pra, dhe çfarë thot ai konvent? Që lejohet erësimi i xhamave të mjetit deri në 30% voltaik. Dhe në rast se ju shikoni të xhamin makinës tuaj, do keni një R43. Ky është aneksi që lejon xhamin dhe që është i homologuar me këto norma të Komitetit Evropian, por polici nuk do ta ditë, shon me xhama të zi dhe i pafshin. Bëhet fjalë për xhamat jo të drejtuesit të mjetit dhe të pasagerit në vendin e parë apo për xhamat e pasëm? Të pasagerit dhe i pasëm. Është ajo. Domethënë, i drejtuesit të automjetit duhet jetë i bardhë. Atë duhet ta shikoj. Nuk të them përgjigje. Komplet. Dhe e dyta, e keqja më e madhe, nuk ke në asnjë dispozitë të kodit rrugor nuk flet për këtë. Ku e mbështesin vendosjen? Nuk ka dispozitë që të mbështesin. Nuk ka dispozitë. Atëre, si kryen veprime? Kur të mungon dispozita, vësi mas shefit. Unë di dhe akoma gjëra më të bukura se kjo. Që gjykata administrative i ka dhënë drejt qytetarit, sepse ashtu ka ardhur makina për efekte xhamazi. Dhe pastaj është mbledh komisioni dhe thot komisioni shfuqizoi vendimin tonë të mparshëm për domethënë gjëra juridike që marrin përsipër kur ata janë thjesht oficer policie. Pra ka skandale të tilla dhe nga mënyra se si i paraqisin ata gjobat të krijohet ideja që këta e kanë mendën vetëm mbushjen e gropën e zezë, buxhetin aty të gjitha me radhë, asnjëherë për mënyrë parandalimit të aksidenteve që kanë detyrim ligjor. Më thoni juve mua, nga vëzhgimet që këto bëjnë në rrugë interurbane kryesore, sa prej tyre kanë dërguar me letër institucionet që është enti pronar të rrugës që shiko, kjo është kthyer në pikë zezë për këtë arsye 1 2 3 4. Ky është bashkëpunimi, pa ato nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Dhe kjo është, marrim qytetin e Tiranës. Që ka numrin më të lartë të qarkullimit dhe të makinave, përgjithsisht. Tirana ka afërsisht 200.000 mjete. Sidomos tani në kohën e shkollës, që me gjithë hyrje dalje shkon 200-220.000. Përveç ne kemi 178 kilometra në gjithë Tiranën. Imagjinon, nuk kemi as parkime në toksore, as është toksore. Vetë gjetja e një parkimi kur vendos të dalësh. Dhe ju e keni parë që realisht ne kemi trafik mëngjes drejt darkë. Po. Dhe në rast se ju e shikoni dhe titullari i bashkisë nuk i shkon mend merret me trafikun. Pavarësisht se atje ka djem të mirë që unë i njoh, që janë të përgatitur, po si duket nuk është prioritet për titullarin. Nuk është prioritet si duket ai po merret me kopshtet me shkollat për të plotësuar ndoshta ato dobësitë mangësitë veta që ka. Ose atje ku ka marrë shkollën në një safarin e Afrikës, mas atje s'ka pas rrugë, ka qenë rrugë pashtruar dhe ai unë di në Afrikë ka marruar. Në Amerikë kemi qenë gjithë një herë. Ne jo akoma. Mirë, ndoshta s'dua as pak tua ndërpres fjalën, po ndoshta duhet të presim që gjërat bëhen gradualisht, edhe pse është alarmante të mendosh që numri i aksidenteve rritet në çdo moment ose fatkeqësisht pothuajse çdo ditë i dëgjon aksidente rrugore, sidomos në aksin superstradën e Lezhës, në mos gaboj, ajo është shumë problematike për shkak të hyrjedaljeve. Po, ajo është. Jemi në limitet kohore. Ajo është për shkak të hyrjedaljeve, nuk është mbyllur, nuk është përfunduar. Dhe ju e keni parë që trendi nuk ka qenë mbyllja e cross-borderëve kryesore të cilat ishin hapur përpara, sepse ne kemi këtë parim që atë që ju e bëni, unë s'kam qef, dua ta aprish dhe ta bëj nga e para të më quhet mua, jo juve, ne nuk kemi vazhdim gjenerate. Me këtë dua të tregoj vetëm një nëse kemi kohë, do të tregoj edhe një minutë kohë. Okej, atëherë kemi për të treguar një gjë të lezetshme. Në lojrat olimpike në Amerikë në 1932-shin, bëshën në Los Angeles, Amerika kishte grupin sprintierët më të mirë në botë. Kishte stafeta 400. Dhe atë ditë që do bësh gara, u mbush stadiumi plot. Mbi 100.000 veta. Filloi dhe kjo njihet një nga rrëfenjzat që e duan shumë në Amerikë. Filloi gara. I pari bëri shkëputje, se thash i kishte sprinterët. I dyti prap ashtu, kur vajti për t'ia dhënë të tretit atë shkopi stafetën për të vazhduar, u penguar rap. Sa do vrapoj ai kur u ngritë gjithë me radhë,
ja çoj dhe atij të katërtit, nuk arritën ta fitonin garën e humën. Pra, në rast se nuk do ketë vazhdimsi, ju e kuptoni shumë mirë se ku është përfundimi. Në rast se nuk do të transmetojmë gjeneralave njëri tjetrit. Megjithatë, unë prap jam një person që gotën e shikoj gjysmë plot dhe gjysmë mbosh, shpresoj dhe jam e sigurt që me punë të gjithë duke u treguar edhe kritik, po edhe mbështetës aty ku duhet për gjërat e mira që bëhen, absolutisht se e bardha është e bardhë dhe s'mund t'i themi e zezë, them se do të bëhet ky vend ynë. Ta shikojmë, sepse themi ta shikojmë sepse ju e keni parë që asnjëherë ne nuk shikojmë në administrat, nuk merrni një shërbim njësoj siç e merrni jashtë, ndërkohë që mund të kesh edhe persona që kanë mbaruar jashtë apo persona që ne kemi në vendin ton, të cilët shërbimi që ju merrni nuk e krahasoni dot kurrë me shërbimin që mund të merrni jashtë. Pse ndodh kjo? Sepse vendosen militant në për administratë shtetërore, unë s'kam ndërmend, sikurse edhe ju që të hyjmë në shtet, por që në parimisht Unë edhe për ca vite nëse janë marrëdhënie dhe besoj do jenë shumë të mira, do qëndroj këtu ku jam, nuk kam ndërmend të lëviz. Jeni në rregull atë. Unë do vazhdoj të privatizmin. Faleminderit shumë zoti Sulçe që ishit në studio dhe që daca këshilla që vërtet jo vetëm ne drejtuesit të autometeve, por të gjithë përdoruesit e rrugës, edhe këmbësorët, duhet i dinë për ta ruajtur veten dhe për të shfrytëzuar në maksimum hapësirat të drejta dhe detyrimet që ligji na përcakton. Faleminderit edhe një herë. Të dashur miq, shpresoj që të keni kaluar mirë, të keni mësuar nga çdo etapë dhe pjesë e programit për ditën e sotme. Takimi i afërt bashkë do të jetë përsëri të dirën e ardhshme nga ora 8 deri në orën 10, nga nesër në 6:30 me kolegun Patrik Sadikaj në ora juaj në Radio Ora News, televizorin Ora News dhe Channel 1. Ju falenderoj dhe ju uroj të kanoni sa më bukur të dielën.